Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq të MCN-in hapësirën sportive është skaneri së dielës, natyrisht kemi shumë për të folur, do të ndalemi tek starti i Final Fourit, një garë të çmendur aty ku dy skuadrat e fundit përmbysën dy skuadrat e para, po ka garë ende gjithçka i përket edhe formulës, ndryshe të një Final Fouri që zhbëri dy ekipet që dolën të parat në 36 javë kampionat dhe riktheu dhe një herë vëmendjen tek Dinamo, por edhe tek Egnatia. Dinamo i qan edhe firon e shumë pikëve të lëna rrugës, teksa Egnatia rikthehet dhe jep sinjale për ato cilët natyrisht mendonin që nuk ishte viti i saj, por është gjithçka në paritet. Megjithatë, ne do kemi kohë për të ndalur gjatë në lidhje me Final Fourin. Fillimisht do të flasim për një temë, do të marrim pak minuta dhe edhe me mirëkuptimin e studios. Në studio kam zotin Endri Meksi, përshëndetje mbrëma, presidenti MCN TV, faleminderit. Mbrëma Gerti. Jemi në këtë panel sportiv, Sulejman Starova, mbrëma Starova, faleminderit për prezencën këtu, Mantho Prokopi, koleg gazetar sportiv në Syri TV, faleminderit që jemi ne Senofishta, që të them tani blogger, Big Brotherista, çfarë duash me një të tifos i vllaznis. Devi Bregu që nga shtyllat e kampionatit, fituesi i Kupës së Shqipërisë, me një super gol në Split, por me një gol në Shkodër, aty ku i dhëmbi shumë shkodranëve në Kupën e Shqipërisë, por edhe me golin në finale. Faleminderit që je këtu me ne, Bujar Preqja, specialisti i Moviolës. Kemi pak për të thënë Bujar, megjithatë skuadra e arbitrave ka qenë më e qetë në 2 javët e para. Sikundër e thash, edhe me mirëkuptimin sepse gara është e Final Fourit, po mbi gjitha këtë garë prodhojnë lekët në një mënyrë apo tjetër. Kjo garë bëhet edhe për shtuar të ardhurat, teksa klubet prodhojnë jo pak lek, në një lloj mënyre. Ne do të flasim në këtë pjesë të parë, do të vim dhe do të futemi me kokë planxhon tek pjesa e Final Fourit, tek dy ndeshjet, por edhe tek Kupa e Shqipërisë me fitues Dinamon, por ndalemi pak tek basket, sepse është shumë e rëndësishme se çfarë është duke ndodhur. Duke patur edhe mundësinë e zotit Meksi këtu, do të marrim disa përgjigje. Ishte mënyra e vetme për ta patur e të lirë për shkak të agjendës dhe ngarkesës dhe impenjimeve që ka, dhe për të marrë disa opinione. Çfarë ndodh, zoti Meksi, me basket realisht, sepse një gjë është e vërtet që luhet në mënyrë vrastare, po çfarë ndodh në rrafshin ligjor, kur ligji është miratuar, në dinin time kanë kaluar dhe VKM-t. Jemi në fund fare Gertit procesit. Besoj se pothuajse për pak kohë duhet hapet gara e licencave, e përcaktimit të fituesve, themi, kur të marrin pjesë, dhe mendoj që sezonin që vjen me shumë gjasa do të ketë baste sportive online të lishme. Çdo të sezonin që vjen. Kur të hapet sezonin sportive kam fjalën. Po baste janë lidhur me sezonin sportiv, në mënyrë me futbollin. Me futbollin, po. Ka mundësi për kampionatin botëror tani që është? Jo, nuk ka rënë dot. Kjo lidhet, a kanë ndikuar ndryshimet ligjore në këtë vonesë për hapjen e procesit? Po, për aq kohë sa bastet ishin të ndaluara, ndryshimet ligjore ishin detyrim. Mund të ishte bërë një ndryshim ligjor më i shkurtër, më i thjeshtë për një hapje të shpejtë, por ligjvënësit gjykuan për një ndryshim më rrënjësor të strukturës të ligjit lojë të fatit, dhe padyshim kjo mori kohën që kishte vetë merrte. Kështu që mund të thuhet që ndikoi, por ishte e pavitueshme. Ishte e pavitueshme, por shkoi shumë, mori shumë kohë. Kjo edhe për efekt të një mungesë vullneti, le të themi, për një statu quo në Ministrinë e Financave? Jo, nuk besoj vullneti, por padyshim nuk është çështja e parë. Çështja e parë për ne që jemi këtu në studio, por nuk është detyrimisht për tërë shtetin, kështu që nuk shoh një arsye të veçantë që duhet të citonim me brap. Edhe ambienti i botës së zezë padyshim që ndikon, në sensi që ka një zhurmë tërkohës konstante rreth policisë, rreth aktiviteti ilegal që mendoj ndikonte shumë në punën e shtetit, që nuk është se kam një dëshirë të madhe të merrem me këtë sektor. Neve që e ndjekim dhe sportin, dhe veçanti mua që merrem me pjesën e lojëve të fatit, padyshim na intereson dhe ne kemi në fokus, por s'është fokusi i tjerëve. Pra nuk shoh një arsye më tjetër përveç kësaj. Por në çdo rast tani jemi në fund. Edhe me ndikimin e SZZ-s në një lloj mënyre. Është një lloj faktori që ta mbajmë të bllokuar sa të mundet. Një lexim. Një lexim. Po. Një lexim është ky. Unë gjykoj që aktorët që janë të zezë, të gjithë do duan të përfshihen në të bardhë në momentin që hapet, sepse është sinergjia e re, është biznesi i rëndësishëm. Pse të ngelen jashtë?
Qa ndikimi ka në tërsi? Le të themi, miratimi i kësaj, të ardhurat gjithë, qa ndikimi ka me kësit e sporti dhe të futbolli? Këtu jemi studio futbolli, natyrisht prekin dhe tematika tjera. Ku do ndikoj të sporti? Aktorët e sportit zakonisht këtë bisede kanë kthyer gjithmonë të sponsorizimit. Ti e din se kemi folë shumë herë bashkë me Sunën në sa kafe kemi trajtuar. Unë jam indiferent totalisht nga pjesa, është çështje taksash dhe ligjvënësi e zgjidh kur të dojë. Dakor, ashtu s'mund të ishte një çështje ndihme që mund të jepte shteti sportin tërësi, duke dhënë ndihmë në Ministrisë të Kulturës dhe Sportit, dhe nuk i duhet baste për të gjë. Bastet në optikën time kanë tjetër efekt. Lishmëria e tyre ndikon në sportin tërësi sepse sjell totalisht një këmbështrim të freskët dhe me shumë energji, me shumë lëvizje paraje në të bardhë, para që kanë në rrugë legjitime, që do prekin dhe sportin në tërësi. Pavarësisht se është thënë që ndalohet sponsorizimi drejt për drejt në bluzat e skuadrave nga ato që do jenë 3, 5, 10 operatorë të licencuar, kjo s'do thotë që nuk ka të tjera mënyra në cilët skuadrat e sportit do të përfitojnë. Pra i tërë sporti si proces do të përfitojë. Janë një sër aktorësh që do kenë interesa financiar tek nisja e garës sportive, janë kompanitë e IT-s, janë kompanitë e pagesave, sponsorët mund të jenë ndryshëm. Nuk është e thënë tjetër detyrimisht kompania ajo që me licencën. Konvestimi që ka qenë në atë kohë kur është bërë ligji i Komisionit të Ekonomisë, veçanti zoti Shaci dhe Braçe, ka qenë që të mbrojmë sportin nga ideja e ndërhyrjes me falsifikime, trukimet basteve. Trukimet nuk ka nevojë të bëhen në të bardhë. Nëse ka marrëveshje me skuadrave sportive dhe operatorëve të basteve, bëhen në të zezë. Trukimi nuk ka të bëjë me licencë. Është një gabim, është një ide e keq krijuar shumë vite më parë mbi këtë proces dhe kaq që nuk është si duhet. Në Itali po të shohësh bastet që janë bërë, rastet që janë kapur, nuk është se ata lojtarët po lënin gjumë me letra për trukimet që bënin apo hilet që bënin. Pra nuk duhet licenca e basteve për ndikuar të ndeshjet e rezultati. Edhe në të zezë mund ndikosh. Po patjetër, kjo patjetër sepse gjen koridore. Ka qenë gabuar, ndoshta pasi të kenë nisur licencat, pas 1-2 vitesh më vonë, 3 vitesh më vonë, unë gjykoj që do korrigjohet kjo gjë. Sporti ka nevojë për atë lloj ndihme dhe tërë vendet e huaja të mëdha e kanë, Anglia, Gjermania, Franca, të tjera dhe lejojnë lidhjen në nivel të imazhit. Por dhe sikur të ngeli e tillë situata e sponsorizimit në gjoks të skuad të kompanive të basteve, ti ke të tjera mënyra. Ke reklamat që ndikojnë, janë të limituara vetëm në emisionet televizive tek programet e sportit, apo tek kronikat mbi sportin, por nuk janë limituara te rrjetet sociale. Seno dhe unë do bëjmë kërdin. Si aktiv që jemi në rrjetet sociale. Po ai shumë, po më tepër për kam 7600 followers. Po e thërkos që dina mendimin në bujarit, do bëjmë komentime mbi varin, do bëjmë logot. Do ta bëjmë vedi se po bëmë të dy bashkë, po na kalojmë biznes të madh. Megjithatë. Ende çan do influencer në Facebook. U atakuar shumë në atë kohë, mbaj mend nga deputeti Braçe, kur ishte ligji në parlament, fakti që i reklamës së kompanive të bluzat. U indinjuar shumë pjesa futbollit në një kohë që shifrat tregojnë që gati 42% e ekipeve në Premier League janë me sponsor me kompani baste ashtu. Ka ikë ajo histori, ndoshta 2 vjet më vonë pasi të nisur sektori në të bardhë, duke parë dhe sa mirë do eci procesi i licencimit. Ligjvënësi aty e ka ndryshon. Për ta menduar. Po pse jo dorë kanë. Dikush më tha pavarësisht se ligji e ndalon, mund të bëhet me VKM. Është vërtet nuk ndodh. Vetëm duhet ta menduar. Jo, duhet ta menduar. Duhet ta menduar. Çfarë keqe kishte kjo pjesa e emërtimit? E thash para pak është thjesht perceptim, kaq. Asgjë tjetër. Megjithatë, madje në të zezë trukohen me kollaj ndeshje, se nuk le gjurmë fare, as faturash asgjë. Pse është opinioni tjetë se ke pak, pse opinioni sportivi, futbollit dhe sporteve e shohin më të shpejt pjesën e financimit nga sponsorizimi se sa janë më skeptik nga bastet? Se është qyllët e sponsorizimi. Si? Është qyllët e sponsorizimi. Në që aspekti është qyllët? Vjet direkt. Po dhe aty direkt du t'i vi, po në përmjet disa kanaleve tjera. Aty është graduale. Dhe nëse si skuadët ti nuk je performante në interesin e sportdashëve dhe bastagjime, le themi, ti s'do kesh efekt. Basti, si mjetë financimi i sportit për shkak të reklamës, është më i tepërdrejtë dhe më efektiv. Kompanitë e basteve, kompanitë e IT-së që janë përfshira në sistemet e basteve, kompanitë e pagesave që janë përfshira, influencerët, do duan ato skuadra që japin performancë në ndeshje. Jo ato që kanë emrin e madh detyrimisht se japin performancë në ndeshje. Pra që lidhur me suksesin, me performancën. Kush me shumë lekë në Itali, Inter, Juve, Milan? Nëse Juve ngele 6 sot, si thoshte kolegu Tomori, Harakiri. Mos e doli. Çika ato sponsorizime do bien pak. Do bien pak. Po normal. Edhe nga Ferrari dhe nga tjerë. Do ulet dhe buxheti i investimeve. Megjithatë pjesa është një garë shumë e egër, dakord? Dhe si e tillë elementi kyçe performanca. Prandaj ato zihen, ajo rit kualitetin e ndeshjes.
ndeshjet në vendet që kanë goxha kompeticion janë më të egra. Sa vite keni që komentoni shpejtësinë e ndeshjeve, ku diun në Angli e tutje? Sa vite keni që komentoni sjelljen e arbitrave që nuk vënë ndeshjen, që luhet më një herë apo jo? A bëni të gjë? Lojën aktive, po, kuptoj. Kjo është si ndeshje më të bukur, si më shumë një stadium, si më shumë interes. Të gjithë aktorët që janë përfshirë në proces. Është një lek që vjen gradualisht edhe nga aksionerët. Në Shqipëri nuk ke skuadër me aksionerë. E tentoi Dinamo, do shtoj dhe i sot nuk ke. Pse? Sepse nuk ka aq interes real. Jashtë i ke. Ke skuadra që janë në bursë për vitesh. Jo në Shqipëri. Përgjithësi janë privately owned, që i thënë, pra të zotëruara nga 1, 2, 3 aktorë, por ka vëllë ndryshoj. Qarë ndalon... Për ta mbyllur të pjesën sa, unë jam super i bindur që nisja e licencave të lishme të bazave sportive do ndikoj vetëm përmjet të sporti. Nuk përjashtoj dot që mund të ketë elemente të turkimit në një herë të ardhmen, po ka efekt super minor. Po pikimi i lekëve është një mënyrë shumë burokratike të paktën mbas ligjit. Jo ngrihet një komision, gjithmonë në varësinë e zëvendësministrit të radhës. Nuk thash për ndihmën, ti ke ndihmë prapë. Jo, them lekët që do shkojnë te sporti. Pas më intereson fare te ke qefti. Jo, se kam qef unë që thotë që lekët për sport, se kam qef unë po them lekë që do vinë nga marketingu dhe nga marketimi, po, dakord, kjo është një pjesë, po thash pjesa tjetër. Vazhdo ndihmë sociale, më me subvencione sportit. Jo ndihmë sociale, them i referohem kryeministrit që kur e lançoi që do rikthehen basket online, tha që këto para do shkojnë vetëm për sportin, kulturën dhe inovacionin. Dhe shumë mirë që të shkojnë dhe do jetë një plus. Për këtë po thosha. Dyshimi do jetë një plus. Nuk do jetë një vlerë e vogël, do jetë një plus. Por sporti ka nevojë për në optikën time për rigjenerimin e tërë sektorit të interesi që nga prezenca e atyre që quhen tifoz në stadium. Dhe tërë dinamika e zhurmës së tyre. Nëse në pra që nga debati me shifra, që nga statistikat, Gazeta dello Sport në Itali, sapo ti e hap gjë pak të nxjerrën koeficientët. Me atë reklamë që nxjerrën mes. Gazabet në koeficientët. Është mbushur kudo tërë faqja me të dhëna informative mbi koeficientët. Ka disa liga, Endrinë. Da apështi slide-in, tu të këtë numër, të dalin nga pas. Ka disa liga në botë që e privon ligji këtë, Endri, ose e inkurajon, është një ndales për shembull në shumë vende në botë është një kompani, nëse nuk na lejo se s'është një Copa Betano, është një kompania Betano që është sponsor i shumë ligave, domethënë. Le të themi në Shqipëri mund të ndodhi që X kompani, domethënë, e lejon ligji që t'ia tashohet një gare ligës? Ligës nuk e ndalon. Shiko, Gert, ligji ka reflektuar këmbvështrimet e tregut të politikës të viteve 2022-2023, që ishte periudhë e ngarkuar. Po. Jemi sot 2026, do hapen ndoshta në shtator 2026, do kaloj vit, do bëhet një vit testi dhe ke kohë sa duash në korrik gusht 2027 ta komentosh këtë pjesë. Deri atëherë nuk shoh hapësirë ndeshme ligjore. Ligji është bërë në optikën time për të garantuar sa më shumë transparencë dhe për të përjashtuar sa më shumë aktorët problematik, siç konsideroshin 2022-2023 për ngjarjeve të kohës, por është paksa komplikuar në strukturën në cilën do bëhet gara, po inshallah nisa më shpejt dhe mbaron brenda verës, sepse janë struktura MLF-s, është komisioni i licencave, tjetër strukturë, funksionojnë sipas logjikës së organeve kolegjiale, do të thotë AMLF-ja sekretariat teknik komisionit, komisioni starton garën, AMLF-ja pret dosjet e të aplikuesve, i gjykon, i përcjell komision për vendimarrje. Kjo po do haj pa kohë, është bashkëmarrëshme. Dhe do kesh ndoshta edhe një periudhë ankimimesh mbrapa që do dojë dhe kohën e vet, se janë afatë kohor që janë shkruar edhe në ligjin e VKM dhe nuk ish mang dot. Inshallah nisi sa më shpejt që të thash një herë shtatori ose maksimumi fundi vitit të kapi me licencën e parë 2-3 aktive dhe të nisi kjo gjë. Pastaj do shikosh me ngjesin mund ndryshoj. Mund të ishte lënë siç e kishte përpara me MLF-n apo Ministrin e Financave në rastin e Autoritetit Kombëtare e Ligjit, pra shmang të komisionin. Komisioni vet është një strukturë me 7 anëtar. Janë 7 anëtar që janë nga 5 ministri të caktuara fiks dhe 2 anëtar të botës civile. Deri më sot kanë ndruar disa herë për shkak ndrimit të ministrave apo zëvendësministrave, pra i kanë anëtarë i vit tjetër dhe voncohet. Inshallah nuk ka prapë ndrim anëtarë ashtu 3-4 muaj që të nisi nga fillimi i procesi, sepse kjo vonon. Pra këtë do të thosh me këtë që ka nevojë ligji për përmirësim. Jo, ligji ka nevojë për përmirësim të ardhme. Sot për mendimin tim nuk ke komo se do hynte në një iter ligjor prapë të gjatë, 6 muaj, 8 muaj, 10 muaj, nuk kemi ato kushte. Për mendimin tim ai që është përdoret sa më mirë nga gjithë aktorët vetë së përpara. Ne kalove pak me soft fillim që okay, ishte mori kohën e dur, po ka humbur shumë kohë që nga koha. Po edhe në 2014-ën, 15-ën mori kohën e dur. Pra erdhi qeveria Rama në 2013-ën, pati aksionin kundra të Zezës në 2013-ën, 2014-ën nisën draftet e para, u dorëzuan në kuvend në shkurt 2025-ës, pra mori një vit kohë draftet në përpunime, që do të shkëmbim me mendimesh, tjera faza në përministri, AMLF e kudo,
atëherë quhej 1 MLF, pastaj shkoi në kuvend në shkurtin 6 shkurt ka qenë data e saktë. 2025 do miratuan 22 dhjetor 2025. Pra mori kaq kohë. Dhe aktët ligjore dhe atëherë u vonuan. Ka pas debat në kuvend nga zonja Tabaku me ministrin e kohës Ameta pse vonoheshin aktët ligjore. Pra gjithë procesi nuk është kaq i kollaj, shkoi që në përpara. Shoqyr që po thyse është në fund. Ti japim tani mundësinë të nisi. Unë jam për idenë që do favorizu, do shtyr për mirë dhe ndryshimet ligjore eventuale të jenë të ardhmen. Në optikën time ndryshimet ligjore ka hapësirë sa duash, por që ka kohë. Nuk kemi në të moment fazën për t'i bërë. Është çështja e lojrave të kazinove online, një çështje që shumë nga aktorët e debatojmë për ditë nëpër kafene. Aktorët e huaj e quajnë që duhet të jetë se kudo në Evropë ku ka licencë basesh, ka licencë lojrave kazinos online, pra slotet online, janë të ngjitura. Është një lojë që do ngeli në zezë, që do thotë do ketë përsëri një element që do nxisit zezën që është kjo loja, por iku kjo histori. U bë si u bë ligji, të nisi, kaloi 1 vit, 2 vite, tu jemi, rishikohet. Dhe si do Një optik të re, ku dhe qeveria shef interesin e gjithë aktorëve për ndihmuar futjen në proces ligjshmërie. Si e mendon qasjen e të zezës në raport me legalen? Do e kërkojnë me insistim? Unë them me bindje të plot që e duan me insistim. Kjo s'do thotë se ketë të zezë. E kemi thënë kaq që ka qerë, e zezat e bota e bastëve është lidhur me një natyrë të veçantë që ka ky aktivitet. Kudo në botë ka një element të krahut forcuar, le themi. Që do thotë edhe në Shqipëri do ngeli një pjesë e zezës. Por aktorët, pjesa më e madhe atyre duan që të jenë në tregun e ri që do krijohet nga ligjshmëria. Në tregun e ri. Pa përjashtim. Megjithatë Si do futen, si do bëjnë në shoqata aksionere, ku diun se si punë atyre, por që interesin unë e them me bindje që e kanë. Me dhënien e licencës parë të 2 të 3 deri në 10 është paktën sipas ligjit, fakti është që do të jetë edhe shumë angazhuar pjesa e tutorisë policore ka shi të zezës, kam përshtypjen. Besoj se po, policia që sot ka nisur që prej 2 muajsh është më aktive, po do thoya edhe përpara 2 muajve për të qenë korrekt, që ditën e parë 1 janar ka qenë aktive, në ditën e Lezhë. Me këtë sistemin që hikni se po vinë. Jo, s'është korrekte. Që policia ka shumë probleme Gerti, por ne mund të bëjmë diçka, ne mund të denoncojmë rastet që dim, mund të japim zë raste që ata kapin, dakord, në vend që të bëjmë kritika pse s'ka bën sa tjerë. Le të bëjmë pjesën tonë. I japim zë rasteve që ata kapin, i trajtojmë detaje, i japim sa më shumë shikueshmëri këtyre rasteve që dhe aktorët e tjerë të katenës, se nuk vetëm policia e reformon prokuroria me koneve të vënohet, nuk ka dënuar nga gjykatat. Janë gjithë aktorët që janë tavolinë tu din shumë mirë si funksionon. Apo gabojmë ka ndonjë që nuk e din si funksionon. Paguhen në tërë katena. Kryq pra. Ti japim sa më shumë zë, sa më shumë zhurmë dhe shpresojmë që aktorët që janë të përfshirë punojnë më mirë. Kaq. Policia thashë 1 janar ka nisur me goditje në sektorin lojëve të fatit. Mos trim ta kritikojmë çfarë s'ka goditur, po ti japim sa më shumë zë atyre raste që goditen. Mundësisht vijon me tjera. Pra je i bindur që do ketë, në 2 pyetjet e fundit, je i bindur që do ketë impakt të futbolli të menjëhershëm? 1.000.000% i bindur. Direkt të presidentët dhe të portofolet e tyre? Presidentët tani, të skuadrat tërësi. Po pra, se ata që financojnë, them, do ta ndjejnë impaktin direkt? Po ne provuam bashkë të eksperiencë 2023. Blem të drejtat e ligës, nxitur kryesisht për teje, po edhe për një dëshirë time. Po ti ishe personi kryesor që më ke nxitur kohës, dakord? Dhe e pam mbrapa të marketingu që ishte inekzistent. Po thyshe zero interesi. Si është e mundur? Ne pam rritje, ky më morin qatë do thoshte ja. Ja kanë thënë shumë vetë. E kanë thënë shumë vetë, bravo. Po nuk jam i këtij vendimi. Rritja e MTV-s në imazh në atë vit 2024 ka qenë absolute. E kam djerë kudo. Deri në dhjetorin 2024 u merrte telefonata nga numra ndryshëm që shënoja klienti çmendur 1, klienti çmendur 2, tifozi çmendur 1, se ishin gjithë pasionantë. E shënoja me humor të sens, kam marrë nga Kosova që thonin kur është ndeshja sot. I thonë këtë në të shë se kam më se neja më. Pse se keni ju? Pa pikë dyshim. Vazhdon dhe impakti. Totalisht. Kështu që në të aspekt, po të kishte pasur më shumë gjuhë nga gabastet, gjykoj që marketingu do kishte qenë më i ndjeshëm. Nuk them që do kishim nxjerr kostot, nuk besoj as në atë skenar, por impakti do të ishte më i madh, sepse është një proces sinergjie që krijohet. Kujtojmë vitet e para kur Reali futi restorantet nëpër stadiume, impakti i parë që dhe vajte familjeve. Nëse më kujtoni 35-40 vitet e fundit futbollit, kaluam nga një publik me huligan, ku thereshin në viteshin në stadiume, në publiku t'i ke femra pa fund. Këto ditë ke modën e fundit të AI-t, që na nxjerr vajzat e bukura në stadiume. Ti jep foton e gjeneron vajzat. Ka dalë njëra me mua, unë jam mes 2 vajza nanash, kështu që është shumë interesante. Nuk ma ke sjellë atë, se dhe mund ta ilustroja për. Megjithatë, do kujdesemi nesër. Endri, sa para qarkullohet në Shqipërinë total në një projekcion
të kalkulueshëm në ta nga xhiro e basteve. Dy metodologjika që unë kam pasur mundësi të themi ta simuloj këtë gjë. Një është numrat e deklaruar ndër vite, që nga 2013 antej. E dyta është krahasimi i raportit GDP-s dhe dhënat deklaruara të sektorit italisë dhe Greqisë të basteve të sakta që ta masin. Dhe shifra do të jetë 2.5 miliard euro të qarkullim në vit, qarkullim jo lek i kaluar. Vlera basteve totale të vëna. 2.5 miliard. Po, totali basteve të vëna. Që pastaj sa lek qarkullon realisht është shumë vështirë ta kuptuar, duhen një urim më të sakta dinamikave të paras. Se ke para që s'jepen kur, ti kam, los me lek të fitura që ai s'ti ka dhënë dhe ti luan, leku s'qarkullon fare, lek të humbra që nuk mblidhen, që ka i tuf proces. Totali basteve është ky. Që është një shifër shumë interesante, sigur gjysma e saj realisht në vitin e parë, dytë kalojnë në të bardhë, është një treg shumë interesant për në tërë aspektet. Si në problemet ligjore, pra të policisë që do ndihmohet dhe ajo në punën e saj, si në taksa, si të sporti, si të gjithë aktorët e tregut. Janë të gatshëm, janë gati në preparacionin e dur, në arsenalin e dur, kompanitë aplikuese për ta marrë një licencë, sepse është një 4 orë në thonjza dhe janë kërkesa pafund. Që për të marrësh një licencë duhet plotësosh çdo pikë. Besoj se do bëhen gati, nuk di të them se janë gati. Nuk di të thuash. Ja. Ka një shprehje interesi? Ka. Për të plotësuar, ka shprehje interesi nga tregu e që nga 31 gushti 2022, dita që kryeministri Rama e njoftoi ndryshimin e mundshëm ligjor, interesi ka qenë pa ndalim. Do ta them me 1000% bindje. Çka do të thotë, konfirmon atë që thënë përpara, që edhe operatorët që punojnë në të zezë janë të interesuar. Nuk i quaj dot operatorë në të zezë, personat që janë përfshirë të zezë, se operatorët fjalë e madhe, janë të interesuar. Po. Janë të interesuar. Që nga pronarët, menaxherët e klubeve, gjithë hierarkia, po themi. Absolutisht. Endri, për ta mbyllur, kur parashik funit, pra nuk bëhet fjalë për vonesë, po nuk vetë në diskutim që do të fillojë. Besoj se posure. Dhe kur mendon që AMLF-ja të paktën do të hapi garën si një projekcion? Qeshor, korik, nuk di ta thuash. Është vendimarrja e tyre. E hap komisioni licencave, e ndjek AMLF. Tani s'ka më asnjë barierë. Qofse deri dje kishin një alibi që s'kan kaluar në aktet ligjore, tani s'ka më barierë. Ministri i Financave para 2 javësh ta mbetën 2 akte. Tani unë si kam parë sakt tabelën e saktë akteve, por kam përshtypjen që mbetet një udhëzim ministri që ka bënë me pagesat dhe ndoshta një akt që ka bënë me procedurën lotarisë kombëtare që nuk prek stone bastave. Kështu që në çdo rast është në fotofinish, po themi, në fund procesit. Në fund, dhe kjo është një gjë e mirë. Absolutisht që po. Më në fund u zhbllokua, domethënë, po gjithsesi çdo gjë lidhej me vullnetin politik. Edhe me shumë zhurmë që shkaktohet her pas here dhe pa dashje edhe me dashje nga tërë tregu. Është ndoshta të setohet më të zhurmshëm. Prandaj thash, ti japim shikueshmëri atyre që janë faktet e sakta. Dhe mos bëjmë aludime për çfarë mendojmë që kena dëgjuar që mund të ndodhë apo s'ka ndodhur. Okej. Pra doli një akt ligjor, në ligjor, ta shpjegojmë sa më saktë çfarë po mban, të informojmë publikun, të heqim keq kuptimet që nga historia e kartave që duhen, që s'është e vërtetë etj. Me radhë. Ka shumë keq kuptime për shkak ndryshimeve ligjore, hajde ti pastojmë sa të mundemi këtu derisa të ikim plaç. Okej. Endri, të falenderoj. Asgjë kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ne do marrim kohën tani të futemi me kokë si kundër e thash në aspektin e garës. Keni preferencë nga miqtë e shumë që ke afër futbollit? Absolutisht, po nisim me Partizanin. Keqardhje që s'është në Final Four? Do bëhet shumë më mirë, jam i sigurt. Kujtimi sot u mund 0-4. Do ketë shanse të tjera. Po Elbasani ka qenë super të vit, kështu që bravo kujtimi. Faleminderit. Ishim me presidentin e MSNTV, natyrisht shumë aktiv dhe i angazhuar në botën e basteve, Endri Meksi. Ne do të shkojmë njëherë, do të flasim pra tani direkt për pjesën e Final Fourit, këtë pjesë parë e cekëm për një interes tepër bazik dhe shumë të rëndësishëm dhe për një impaktim të basteve tek sporti dhe tek futbolli. Kronika për startin e Final Fourit dhe flasim, kemi shumë për të folur, Dinamo dhe Egnatia u shkaktuan atë që nuk e mendonin dy skuadrave dhe në një mënyrë apo tjetër dha shumë sinjale. Kryesisht dhe Egnatia sot kronika dhe kthehemi flasim për Final Four. Mirë, kthehemi, flasim për garën, flasim për kampionatin, një garë që hapi si pari në Final Four, me Suleman Starova, me mbrëma Starova dhe njerë, me Devi Bregun, lojtarin shtyllën kryesore të Dinamos, natyrisht në ata ansambël që fitohan Kupën e Shqipërisë, Mantho Prokopi, kolegë gazetar të Ksyri TV, Senofishta, blogger, gazetar sportiv, tifozi, çmendur i Shkodrës, po ra pak dje për të ngritur, ra dje u ngrit sot, bujar pregja specialist moviole. Natyrisht, përpara se të shkoj tek Starova,
Çfarë lexove nga dy ndeshjet e para, Dave, të Final Four-it? Lexova që kemi gabuar goxha, tas për Dinamo. Për Dinamon. Kemi gabuar goxha se po të ishim edhe pak më afër tyre, ndryshonin gjërat. Dikush do të thotë andej me tan kemi gabuar goxha më Dave për atë penalltinë e Tiranës, do thotë. Kam pishmërinë mia sa duash. Se ato 2 pikë sot do të ishin shumë. Nëse. Kam 2 me Tiranën pra. Jo, me Tiranën ke 2. Edhe një histori me shokët e Senos që nuk mbaron kur. Po nëse, ajo ka përfunduar. Por mund të them, a mund ta thuash, unë për shembull e them, let më kundërshtojnë miqt, që Dinamo Egnatia, finalja Superkupës është ndeshja më e bukur e këtij sezoni. Shumë e bukur, e vërtet. Ha? Jo e kupës, e Superkupës. E Superkupës, po, e kuptova shumë mirë. Unë gjithmonë kam thënë që kam respekt për Egnatian, se luan futboll shumë mirë. Po thuaj se ngjasojmë në filozofi, edhe gjithmonë përballjet Dinamo Egnatia ka dhënë futboll të bukur. Përballje Egnatia Dinamo, natyrisht kjo është për ta parë. Megjithatë që këto 2 skuadra, Sarova, 2 sfida, humbet Vllaznia, humbet edhe Elbasani sot, 2 skuadrat në 36 javë, të renditurat parat, me gjithë ato le të themi. Du ta fillim me i kompliment sepse nuk e meritote Devi direkt kritikën e penaltive. Jo, s'ishte kritik, jo. Ishte kem, nuk mërzitet. Jesh, po isha kapër te, por për mos me thonë me i miri, një nga më të mirët e Superligës për këtë vit, Devi Brekun që kemi këtu prezent sot o kënaqësi. Fituesi i Kupës së Shqipërisë. Për të ardhur te gara, natyrisht shumë interesante. Përpara se do t'i kapim ndeshje për ndeshje, ajo që ishte shumë e rëndësishme, ishte fakti që eri solla në vëmendje që fituan ato që nuk mendoheshin, Starova. Po e the vetë pra, po t'i bashkoj të dyja ndeshjet që të filloj të diskutoj diçka është që të dyja këto skuadrat që udhëzohen nga kampionatin zhgënjyen sportdarësit e tyre, tifozët e tyre, mbrapa na zhgënjyen dhe ne, kuptohet. Sepse ne kërkojmë nivel edhe fitojmë i miri. Kështu që kujtoj ato konstatimet tona që edhe kur kryesonte Vllaznia me Elbasanin, ne kemi marrë për shembull tipik për lojë më të mirë për lojën. Ti mund të lush mirë, po s'merr pikët. Kemi thonë Egnatia gjithmonë mbetet skuadra së bashku me Dinamon e periudhës më të mirë, se oscilacione kanë pas gjithë skuadrat gjatë gjithë kampionatit, skuadrat që komandojnë lojën nëpërmjet zotërimit topit. Është një nga elementet themelor të futbollit modern sot. Kështu që ajo që sapo cituam fillim, me keqardhje Devi për pikët, për këtë disnivel në fillim Final Four-it me pikët e grumbulluara Dinamos, që e bën diçka skeptiku bëm dhe ne që kjo Dinamo të ashti që mori dhe kupën mungesa e pikve. Por, faktë është ashti që me gjithë zhgënjimin e Vllaznisë dhe të Elbasanit që ne do ta diskutojmë, ka një ngushëllim për to, sepse janë barazu 3 skuadra, po dhe Dinamo e kanë aty është Dinamo për ambicet e veta, sigurisht duke pa se që bërën dhe kundërshtari, por në fundit toja 3 skuadra me ka 31 pikë dhe jo, kështu që kjo është një thirrje për të vazhdu për të harru të kalumen e Vllaznisë dhe Elbasanit, çfarë ndodhi këto 2 ditë dhe për të pa përpara për një mbyllje me realizime objektivesh për çdo skuadër. Patjetër. Dev, përpara se dua të ngacmoj pak dhe një diçka, shohim se është dhe kohë merkato, më thë. Ti edhe zjarë në dashboardin tënd në rrjetet sociale, po do një lajme nga merkato, shkoni te ky burri, megjithatë ndonjëherë edhe ja fut kot, më thojnë sa, se kjo është për ta ngacmuar. Dev, të shohim që ka interes të madh, natyrisht, po unë kam një përshtypje që atë bardhi Dinamos mund të përzër gjithë Dinamon dhe mban vetëm ty. Tani më thuaj një të vërtet realisht ç'a ndodh dhe le të themi raporti jot me presidentin dihet si një lloj dobësia e tij edhe në momentin jo që mund të kesh që e ka çdo lojtar. Po tani si shteti raporti im me presidentin dihet. Një nga arsyet që kam marrë te Dinamo ose ndoshta arsyeja kryesore është presidenti. Po, për merkato nuk besoj se ju bën çudi. Ju që jeni këtu për shumë që mund të jep emri Imlakor në ekipin e çudi nuk më bën, jo, them në raport me Dinamo, se jeni këtu.
Janë muhabete që duhen folur, duhen ullur, duhen diskutuar. Si që thatë ju Mercato është, janë muhabete që duhen folë, si që kanë folë unë dhe presidenti. Duhen kone vetë, kur ka përfundim kontratës edhe kur ka marrë dhe Jo, që duhen kone vetë, unë se diskutoj, sepse është negociat, po në një mënyrë apo tjetër, e themi e ritheksoj. Sa në proporcionalitet, unë personalisht e di që në themi Bregu është zgjedhja e tij preferenca, italianët i thonë il mio pupillo në raport me lojtarin, është preferenca të Bardhit dhe do të jetë fundi, në themi një gjë shumë e vështirë që Adi të çdoj. Ardi. Normalisht duke ditur dëshirën e tij që të vazhdojë të jenë pjesë e klubit, e kuptoj shumë mirë. Po që, si që thash, më takon vetëm mua dhe ati për të ullur, duke ditur që është agenti im për të folur në këtë rast. Ardin, po flasë Ardi se duhet të nisën dhe president, po Ardi nuk ditur që është një nga ata president që rallë le lojtar të iki. Më thënë, duhet ditur që dëshire e ti është që unë të vazhdoj. Tani, si që tha edhe Grande këtu që janë gjëra për të bisedohet mu dhe presidenti. Ajo, mirë, ti e the shumë sakt, dëshira e ti është që ti të vazhdosh, po dëshira jote është që ti të rish? Po tani dëshira janë kushtet që vendosen e bardha mbi zezë. Zeza mbi bardh. E bardha mbi zezë. Vetëm specifikim, Bregi në kontrata mbaron këtë sezon, fund sezonit mbaron, për desi lojtar i lirë, qartë. Pra si për të përmbledhur pak zërat kryesore që e shohin Devi Bregun, po e themi zërat e Mercatos më shumë ti e shohin tek Teuta për sezonin e ardhshëm që thuhet sikur zërat kryesore. Janë dhe thjesht zëra. Që e shohin tek Teuta se janë thjesht zëra sepse unë nuk kush më një mua nuk bëjnë këto nxitime që të jap fjalën dikujt ashtu se unë fjalën e kam shumë shenjtë. Janë thjesht zëra Mercato. Por ti je i hapur po themi për ndoshta për një aventurë të re? Tu në Shqipëri apo për Shqipëri nuk e lë Dinamon për asgjë? Për respektin tim radh parë duhet me folën me Dinamon, për respektin tim radh parë. Pastaj varet ç'a ofrojnë dhe kushtet që ofrojnë. Duke ditur që ta thash që fillimisht duhet me folë me Dinamon. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, si respekt absolut, biseda e parë bëhet vetëm me Dinamon. Më shkruajnë që Maksuti është shitur tek Ahmat Grozni. Të paktën konfirmohet shitja e Maksutit, futbollistit të flamurtarit, atë është dije që do të kishte një transferim jashtë shtetit dhe të paktën ma thon njerëz në mos gaboj një miku im që i përket fushës së menaxhimit, por nuk mund flasim për futboll e mirë. Vim pak sepse do flasim për futboll. Më thë, mbi të gjitha si fituese kupe se do të vinte ndeshje direkt. Çfarë të thot Dinamo? Dinamo më surprizon sepse një kampionat është ajo që tha Devi Bregu, pra që nuk mundi ose nuk diti të merrte maksimumi duke gabuar shpesh herë në ndeshje të rëndësishme, por në duele direkte me skuadrat kur duket si më e vështira për ta, din të bëjnë shumë mirë, din të luajnë shumë mirë, din të marrin rezultate. Pra fitojnë kur kanë finale kupe, finale superkupe dhe surprizojnë dhe në Final Four jo më larg se ditën e dieshme duke zgënjur një qytet tërë së bashku me Senofishton. Pra është i Dinamo që kur loja bëhet e fortë, din të luajnë. Pastaj kur është një rrugtim i gjatë, duket sikur lëshuan rrugës. Por kur loja bëhet e fortë, zgënjimi patjetër është sepse menduam me një fitore, po ajo që është kryesore është se jena në vend parë. Po varësisht se faqja e Federatës Shqiptare të Futbollit edhe aty na bën me hile në nxjerr vend dytë. Se është Ignatja e parë. Edhe Gerti Po ma ka konfirmuar punën. Edhim tabelën pak. Ma ka konfirmuar punën. ta ka bërë të Farçani me hile, shif. Megjithatë, edhim pak tabelën e Final Fourit, natyrisht ajo është një diçka modifikuese, tabela e klasifikimit të ri të Final Fourit kur çfarë ndodh realisht? Ma në tho, e diskutuam dhe në stadium. Rregulloria thotë që në momentin që 2 ose më shumë skuadra përfundojnë me pikë të barabarta, merret pikavarazhi i ndeshjeve direkte me njëra tjetrën në kampionat dhe në Final Four. Çfarë do thotë llogaritën 4 sfidat e kampionatit mes Ignatias Vllaznisë dhe Elbasanit dhe kjo e sotme që luhet mes Ignatias dhe Elbasanit. Që llogaritë e mia ditë që Vllaznia është në vend të parë me pikë më shumë ndeshje direkte mes të trejave bashk, Elbasani dyti dhe Ignatia e treta. Diku te 13 pikë Vllaznia ndeshje direkte, Elbasani 12 dhe Ignatia 8. Po mirë, thuaj regjist lutem ta rregullojnë se kanë edhe program psikologjike. E ke edhe program psikologjike. Mi atë do vim pak edhe tek se ju erdhën hakut këta Dinamos dhe këtë nuk e them për inat, sepse isha me Starovën kur mbarum ndeshjen ndje dhe zbritën dhe pata shumë kore shoqëruese, ma bën rrugën më të bukur deri tek sheshi Nën Tereza dhe isha me profesor Starovën, megjithatë Dinamo ju vjen hakut për të disatën herë dhe me merit. Ishte ndeshje që e fitoi, ndoshta kishte presion më pak.
hakut për disa të njëherë s'di me thonë, sepse... Të vit. Këtë vit. Sa nesh që ka fitu këtë vit? Djek shumë ajo e djeshmja. Ka që mjafton. Apo dhe kupa. Mirë, do vim të Vllaznia. Kupa po. Do vim të Vllaznia. Flasim sot për një ndeshje shumë interesante, do të ndalemi tek Vllaznia Dinamo. Janë 2 sfidat e Final Fourit. E ritheksoj pra, një Egnatia Elbasani sot që riktheu dhe çoi sinjale nga Rogozhina që erdhi dhe ekipi që duhet mundur, nëse mund ta quaj kështu. Starova sot, Elbasani, Egnatia. Sot kishte vetëm një skuadër në fush, ishte Egnatia, sigurisht një zhgënjim për tifozat e Elbasanit, që ishin shumë që pëtuj se ishte Egnatia, ajo Elbasani lunte në shtëpi vetë, jo në një fush as njanse. Mirë po, Egnatia pas asaj finale që nuk arriti ta marri, u qfaq një skuadër me disa ndryshime dhe filloj që nga fillimi deri në fund komandoj zotrimin e topit, fitoj duelet, e bëri Elbasanin të vogël, me thënë drejtën. Kishte një tentativ të Elbasanit në pjesën e dytë, ku me 4 ndrimet me njëhershme mas pjesës parë mos gabohen. Ishte një moment mirë që ndezi përsëri tifozërinë që sigurisht mos besues me 3-0, por një gol mund të ndryshonte, mund ta bënte edhe më të bukur ndeshjen për ne që ishim asnjanës. Do ishte bukur që të shnohesh i gol në ato momentet kur që mund të themi ishin të vetmet për Elbasanin, mund të ketë qenë 15 minuta, 20 minuta. Pastaj gjithmonë rreziku ishte se një gol i 4, pastaj do fillonin njerëzit që filluan të largoheshin nga stadiumi, dashamirësit e Elbasanit. Po dhe 0-3 në... A mos ishte në çik fat kë fitore Egnatia sot? Nuk bëhet fjalë fare për fat. Fati është, ca thonë është me të fortin, po nuk ishte kjo ndeshje për të përmend fatin. Se po shoh statistika për sot, domethënë 4 goditje ka gjesë Egnatia, por 4 gola. Po të shohësh statistika gjithmonë duan analizë, se nuk t'japin gjithmonë realitetin. Kështu që kur themi ishte vetëm një skuadër në fushë, kjo është e rëndë për diskutu gjë tjetër. Përmena vetëm 20 minutat e një reagimi që mund sillte një atmosferë tjetër në stadium, po kjo nuk ndodhi, kështu që është një ndeshje që edhe trajneri thot no comment, presim çdo vretje, i kërkojmë falje tifozërisë, me fjalë nuk flitet më për teknikë dhe për taktikë, se ishte dominim i cili nuk falet. Po si erdhi kjo? Kjo erdi nga ajo që thash pak më parë, që Egnatia kemi bërë debate në studio këtu që nuk e llogarisin disa veta për kampion, një kokur, një pjesë tjetër kemi insistuar që këto do jenë, sepse kanë eksperiencën, kanë fitu trofesh, është skuadra kampione në fuqi, kështu që ato e kanë shfaqur edhe gjatë kampionatit, pavarësisht pikëve të lëna, se oscilacione ndodhin edhe në vetën tjera të botës. Po shmarë për shembull gjithmonë për këto cilësisë dhe mos zotrimin e topit dhe disa automatizime që vinë si rezultat që një pjesa më e madhe tyre kanë kohë që luajnë bashkë. Kështu që kur vjen një moment i tillë që është Final Four, llogarit impenjimin e çdo lojtari se çfarë sjell. Kur ti ke mrena gjithë to avantazhe që unë sapo thash. Kështu që e kujtoj fisha se s'desha me kujtua atë që më kujtoj vllazninë e finales. Po, isha unë në stadium me pova ndeshjen e Egnatia me Elbasanin, më kujtohet natën e tmerrshme të vjetshme. Në finale. 4-0. Në finale. Një rezultat. Sot bëni përshtypje, Gruda ishte në top form, komplet ekipi, por edhe Aleksi, pavarësisht se është i lojtar gëna vetë, se është një trajner në fushë edhe me daman që duhet mu përgëzu. E gjithë skuadra, për mendimin tim, meriton lavdrime pa fund, kur bën një shfaqje të tillë, po do thoja dhe trajneri i sapo ardhur, sigurisht nuk arriti që të fitonte kupën, po me disa lëvizje të cilat si vërtetoj dot, po Bakayoko dhe Gruda, se Bakayoko nuk e di ka qenë i dëmtuar apo jo në ndeshjen e finales. Jo, doli me të kuq. Doli me të kuq. Prandaj nuk luajti. Jo, doli me të kuq. Ja, ka luajt pra. Po. Kështu që kjo ishte një risi për mu, sepse në ndeshjen e parë ishte albaneze në formacion,
Më duk si kur ka një ndryshim me dy lojtarë që vazhdon tjetë në si masmeje gjithmonë, futbolli modern sot preferohet një sulmues i gjatë që të zgjidhë problemet kur vinë problemet e lojës në ajër, që shoqërohet me lojtar me tipare, sidomos tjetë i shpejt dhe kjo sot ishte funksionoi në mënyrë perfekte. Mbrojtja e Elbasanit, po edhe reparti vetëm vujtë nga këto dy lojtarë, ishte vështirë të markohesh Bakayoko, të fitoheshin duelet me atë. Shpejtësia e Grudës ishte Alievi ishte mirë. gjithmonë. No, për gjithë me fillu me emra, po them kjo dyshe që zakonisht kanë luajtur me 4-3-3 me kështu. Pastaj gjithë se do t'i përmendës gjithë lojtarët që luajtën shumë mirë, nga portieri, po them deri në fund fare, mbrojtësat e qendrës, Aleksi që dhe ti, po Fernando, po, gjithë tjerët me radhë. Është një moment që duhen lavdru gjithë. Unë e pasi si ndryshe nga tjerët, vetëm këtë dyshe më përmend se gjithë e meritojnë, po. Ishin gjithmonë në alarm lojtarët e Elbasanit na pjesëmarrja e këtyre dy lojtarëve. Pse mendove, kur po flisim përpara transmetimit, Dave, që me 0-1 e fjeta mendjen që nuk e kthen dot me Elbasanin, kishte shumë diferenca në fushë? Jo, po pash mënyrën si e zotroi Ignatia ndeshjen pas 0-1-shin. Kishte vazhdonte dhe kishte dëshirën për të shënuar prap, realizoi, kishte prap dëshirën për të shënuar prap, kishte qarkullimin e topit që e ka gjithmonë. Edhe mendoj se Ignatia e meritonte plotësisht fitoren. E meritonte plotësisht fitoren. Më shkruan presidenti Dinamos, Dave. Thuaj David, firmose vetë kontratën me çek të bardhë si të doj, sa të doj dhe kur të doj. Tani Jo, unë e dikte. Jo, tani më shkruan ta firmosi. E tha për ju, pa unë e dikte Po që. mi pra dakord. Ta shkruaj dhe natyrisht si të doj, kur të doj E di se e kuptoj sa të doj. Si e bën? A di se kuptojnë Po, e thash pra, ai mund të lëshoj gjithë Dinamo dhe këtë. Dojnë zafer, do me thënë që sa doj që të vinë, unë jam gjithmonë si për atyre propozimeve që të vinë. Po, dakor, ti e the kështu kurse unë e thash. Presidenti, me ai sa kam ndjeni unë, gjithë grupin e lojtarëve që ka Dinamos, i do pranë vetes. Me sa kam ndjeni unë. I do pranë vetes. Do pranë vetes. Gjithë grupin e lojtarëve, ku flas, gjithë grupin e lojtarëve që kanë bash peshën kryesore në ekip. Okej, mirë, do vim dhe tek Dinamo, kjo sa për ngacmim. Flasim pak për duke mbetur këtu. Në një mënyrë apo tjetër, Sarova e ceku pak pjesën analitike. Jo, kam prap me folë për Dinamo praktikisht. Jo, do vim të Dinamo, për tek Elbasani e Ignatia. Te Elbasani e Ignatia, mund të themi që duke e pyetur dhe profesorin, po duke nisur tek ty që ajo që mbizotroi Ignatia pjesën e parë ishte që i mori fushën mes fushën e Elbasanit. I mori mes fushën dhe kritika më e madhe ishte për Lokilin, pra për aktivizimin. Mes fushën falsë ndërhyrje është pak. Komandimi lojës nëpërmjet zotrimit topit nuk përfshihet vetëm mes fushës, është e gjithë skuadra. Komandimi lojës? Komandimi nëpërmjet zotrimit topit, topin e ka gjithmonë Ignatia. Kur e ke topin ti do me thonë je duke mbrojt, s'ka shans kundërshtari që ta afrohet ke porta. Për ta marrë 80 minuta topin ti, si do vi kundërshtari në portë? Dakor, por pak a shumë i mësuar që është një Ignatia që e mban topin, e kemi parë që ka bërë dhe me vllazërin. Arma më e fortë që ka pasur. Është një Ignatia që e ka pasur gjithmonë këtë gjë dhe nuk është se na surprizoi në këtë mënyrë. Bit tjerët. Por kritika më e madhe me ç'po dëgjojmë është mos aktivizimi i Lokilit në mesfush nga ana e Tranjek Vozdenovic, kështu që ndoshta ajo është edhe pika më kyçe. Unë mendoj në fakt Unë si teknike jap kështu përgjigjen që mund ta vërtetoni dot ju se po të luante Lukidi edhe mos lutën e Ishin tjetër. diferencat mëdha që me Shpreja një lojtar s'mund bëhet Për asgjë. sa kohë kjo gjë nuk vërtetohet, po të kishte fut te këto janë muhabete tifozës, kishte fut te, po të kishte fut. Patjetër, ato janë tema diskutueshme që po themi që pra ndër pikat ose u duk sikur Lokili bashkë me zëvendësimet e tjera solli ndoshta një forcë pak më shumë në pjesën e dytë për Elbasanin. Unë personalisht mendoj që Elbasani u rëndua më shumë nga 2 golat që psoi në fundin e pjesës parë. Pra ndoshta po të ishin treguar pak më përpara kësaj, që ta bëjmë kështu pak përpara kësaj, se më që po flasim për teknikë dhe taktik, Elbasani po mbrohesh, por nuk gjente dot linjat e daljes në sulm. Jam dakord, Përjedhoj, u izolun të 3 sulmuesës, vetëm në një rast, Lajthia, një nga më të mirët e kampionatit, që thash me Devin, edhe një nga që bëri hop, e filloj si zëvendësues dhe bëri hop në kampionat me thonë drejtën, se merito këtë lloj komplimenti, vetëm një herë më merr një shfrytëzim hapësire, dhe pastaj çdo tentativë tjetër gjithmonë
ky lojtar i rrezikshëm i Elbasanit dublohesh nga Xhemaili. Jam dakord, po mendoj që psikologjikisht Elbasani u vra në fundin e pjesës parë kur pësoi 2 golat, kur duhet ta kishte mbyllur pjesën e parë me shifrat 0-1. Pasi duke mbyllur 3-0, po 0-1, duke mbyllur 3-0 pjesën e parë, Ishte 2-0 mbyll me 3-0 pjesën e parë. Mendoj që ajo i vrau më shumë psikologjikisht dhe nuk i dha më forcë. Po ta kishte mbyllur 0-1 pjesën e parë, mendoj që do të kishte ndoshta diçka më e hapur, pasi mendoj që kishte faktorin tifoz në dispozicion Elbasani, siç e kishte dhe Vllaznia një ditë më parë, por që nuk ditën ta shfrytëzonin dot deri në fund. Po ta ruanin 0-1 në pjesën e parë, unë mendoj që do të ishte një histori pak më ndryshe. Profesor, në bisedat me kolegë shumë edhe gjatë ndeshjes, po edhe përpara ndeshjes, në tribunën sportive, natyrisht, unë po e kundërshtoja gjatë gjithë kohës, isha me Mirelën, me kolegën Mirela Xhia, edhe po i thosha, se po më thoshte që humbja e Vllaznisë një natë më parë, sigur e vuri një gjumë dhe shtoi dozën e euforisë tek Elbasani, duke e marrë lehtë Gnatian. Sa bazike mund tjetë kjo si kundërshtim? Në fakt, së ndodhi, po unë po e kundërshtoja. Po unë në mënyrë... Kjo nuk e thash unë ata kolege. Edhe ka ndodhë, po nuk ka ndodhë ke skuadra Elbasanit, ke trajneri, ke stafit dhe ke gjithë lojtarët e tjerë që janë profesionistë. Nuk ka shansë që të ketë në vlerësim, Për kampionë fuqi. sepse ato janë gjithë profesionistë dhe din vlerësojnë kundërshtarin, e kanë analizuar gjatë gjithë kohës, nga momenti sa kanë pas në dispozicion që marrë kampionatin dhe pritesh kjo ndeshje, janë stërpa dhe duket. Ndryshe nga Ignatia që ishte në kuk. Është absurde të menosh që mund të ketë eufori, është absurde. Mund të thuash ti thënë fillim që kishte vetëm një skuadër në fush. A mund të thuash që kishte diferenca të mëdha në fush? Njësoj, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Ti kur komandon, nuk ka mundësi që pjesa më e madhe komandoj lojën një skuadër në nivelet tilla, kupton? Edhe prandaj tu sfritet më për teknike, për taktik, sepse ta të mora shembull trajnerin që të kërkoj vetëm falje në emër skuadrës, edhe i pari unë si përgjegjës, për të bërë të kritikë se ishte një ndeshje që kishte vetëm i kundërshtar brenda. Pastaj pse erdhi kjo? Erdhi sepse Ignatia kishte topin zotëri, Ignatia ishte kërcënuese, kishte një moment me këtë të lajtisë që kriju një rast për gol Elbasani, po pa raste të tjera në një kohë kur Goditën dhe një shtyllë, në fakt. Në kohë kur këto humbën disa raste dhe u duk që ku barazu, po me njerë masa se i raste që kryo Elbasani, po kalonin 2-3 raste dhe njerëzit që kishin përrodhu prisin golin, po u lexon të golin, si më thënë. Sepse Ignatia vinte me regull, shfrytëzon të gjërsin e fushës, shfrytëzon të thellësin, me një qetësi karakteristike e skuadrës që ka bindje dhe komandon fushën në zotërimin e topit, nuk ke shansë, sa e merë topin Elbasani e humbë për 2-3 minuta, nuk ka mundësi dhe për 2-3 minuta, për sa e merë nuk arrin të bëjë 2-3 pasat, se nga droha pasat me minutat. Kështu që kjo është se kemi komandim, dhe në moment që humbë topin, kemi edhe kundra pressing, pra vijesh me jenë zotërim topit kjo skuadrë. Dhe pasaj kjo, sa do që lojtari 12 ka qeni veçant këtë vit Elbasani me tifozerin. Me tifozerin. Me gjitha të tifozeri sot, edhe më të madhe se Vllaznia, po ta krasoj kështu, si pjesëmarrje edhe pak me e madhe, pse përdor këte, që ajo të mban gjallë edhe kur nuk je mirë ti, ajo të mban gjallë, si zhurme, thashtë, në perceptimin tim, pra tifozeria vazhdoj edhe me Vllaznin, vazhdoj ta përkraj, edhe Elbasani ta përkraj, nuk e ka skuadër tjetër, se ka këte as Dinamo, se ka Ignatia, se kanë lojtarët 12 nuk kishë qaj bote sot se skuadrë, kupton? Okej, ndjekim 2 trajnerët për mikrofonët e radio-televizionit publik pas ndeshjes, Nevil Deden dhe Gvozdenovic, aty ku natyrisht u lexua mea culpa e trajnerit e Elbasanit, njerësh edhe komplimenti për fitoren e merituar të Ignatia. Si ndjekim. Pra, ma në thonë një lloj mënyre, gjithë akuza e vetme, përveç angazhim, u bën shumë ndrime, 4 ndrime për njerë me 45 minuta dyta, dhe u dha ideja sikur ato që u larguan nga loja,
ishin lojtarët e targetuar për një rendiment të dobët në pjesën e parë, por gjithë historia rrotullohet te Lukilis. Profesor Sarova nuk është fort dakord se nuk është thjesht vetëm, ajo është thjesht një zgjedhje teknike, por tregoi e bëri diferencën sa u fut në fushë. Sollën një marsh më shumë për Elbasanin ose paktën treguan një dëshirë më shumë për të përmbysur rezultatin për shkak se erdhën që ato zëvendësime pasi edhe rezultati e diktoi, duke humbur 3-0 në një sfidë që duhej fitoria me SSB-n, madje po kthehen pak më parë në bisedë ku përmendet që ndoshta humbja e Vllaznis mund ta ketë ulur disi Elbasanin, mendoj përkundrazi, mendoj që ajo humbje e motivoi më shumë Elbasanin pas me një fitore sot i shkëputej 3 pikë dhe vendoste një dorë titulli. Pra, por sigurisht që Elbasani ndoshta gaboi vetë, ndoshta gaboi trajneri, ndoshta ishte një Ignatia që tregoi fytyrën e vërtet në momentin më të duhur, pra janë disa faktorë bashkë. Unë më shumë i shqetësohem në fakt Gert se çfarë kjo humbje se si përcillet në aspektin psikologjik, si për Elbasanin, si për Vllaznin, pasi të gjithë ne këtu në studio në një farë mënyrë ose paktën për vete mendoj që jemi shokuar disi nga kjo javë, pasi nuk e prisnim. Personalisht nuk e prisja që Dinamo të mposhte Vllaznin dhe Ignatia të mposhte Elbasanin me këto paraqitje dhe tashmë e shoh çdo kartë hapur për titullin kampion. Sigurisht që Dinamos do të duhet pak më shumë fat, por Ignatia është aty dhe si do të reagojnë Elbasani dhe Vllaznia psikologjikisht pas tyre humbjeve dhe kësaj surprize, duke pasur parasysh dhe tifozët tashmë janë mërzitur me skuadrat e tyre, kjo mbetet për të parë dhe është vërtet kurioze për javën në vijim, për të thënë vërtetën, dhe kjo është ajo që më shqetëson nga tani e tutje. Pasi aspektin taktik sigurisht profesori e di shumë më mirë, trajnerët e di shumë më mirë, aspekti psikologjik më bën shumë përshtypje si do të mundet Elbasani Vllaznia të menaxhojnë zhgënjimin e tifozëve dhe më pas zhgënjimin e vetlojtarëve në fushë. Ti rikthehemi çik diskutimit lojës me që se s'kemi mendimet barabarta, kështu që po të venjera e Kozunevich përmend nga ana teknike, taktike, përmend dhe më rastet pësimit golave, që thot të dhuruam ne, kuptoni kur kjo përkon me atë që them unë, Elbasanin tentativ për të kërku linja pasimi, për të dalë në sulm, që nuk i gjente dot, në tentativa për të dalë në sulm, i ka bo këto gabime për merit kundërshtarit, i cili ka qenë pritje për të fitu duelat, për të mbyll lojën, pra kur një skuadrë e ka topin zotrim, skuadra tjetër mundohet të jetë kompakte, përkon me fjalët e trajnerit Dede. Duke qenë pa zotrim në topit e Ignatia, është prekupu që mos që ti mbylli linjat, burimet, të nevili, unë them linjat e pasimit për të shkuke sulmusët. Kjo është dhe arsye pse u izolun të 3 sulmusët e Elbasanit. Kështu që nuk është puna e një lojtari kur një skuadrë nuk del dot në sulm, nuk e afrohet dot portës. Edhe kur kundërshtari komandon lojën gjithë kohës me zotrim në topit. Ky është një përgjegjësi sigurisht i pari i trajnerit me gjithë stafin. Dhe nuk është çështje e lojtarit, pra, se kur një gjë nuk çalon, nuk mund të shkojë mendja po të ishte ky apo të ishte ai, se janë gjëra që nuk vërtetohen dot. Asnjëri nuk vërteton dot se po të fuzesh një dhe tjetër, pavarësisht se klasin tifozës, se kjo lojë është për të folë tifozët, për ato pa ne është e burë kjo, se është masive, po për ta njoftë të njofin pak vetë. Kështu që përgjegjësia e bie stafit, nga ana psikologjike, nga ana sa ka pas mundësi, kohë është e shkurtër, defektet që mund të kenë qenë të akumuluar gjatë gjithë sezonit. Dhe ti kur ballafaqohesh me skuadër që sot tregoj që ishte një ballafaqim ku duhet të jenë, ku lojtarët janë gjithë me zgjedhje presin këtë Final Four-in. Për të realizuar objektivat që kanë. Dhe kjo që faqe, mund të them që janë gabime të trashëguara edhe nga kampionati. Pra, përgjegjës është stafi drejtues edhe të gjithë lojtarët cilët bën këtë prestacion që si shkoten men asnjëriu. U zhgënjyn tifozët tash, jemi zhgënjur edhe ne se priqim një Elbasan tjetër. Tani pyetja është këto gjëra mund të rregullojë Elbasani për 5 ditë kohë që ka për javën tjetër? Apo ti je shef sikur Elbasani është game? Apo dhe Vllaznia, në rastin konkret. Vllaznia. S'mund të them të dyja për herë, sepse për Elbasanin. Nuk ka shans që të thush për të dyja. Problemi është se çin ka kundërshtar ka përballë. Do ta shohim ne, kjo është për të parë. Para se të fillote Final Four-i, i qyshim gjithë barabartë, pavarësisht se Dinamo kishte pak pikë. Ne specialistë kemi thonë këto janë. Mund që amatosët Dinamo nga ana psikologjike në qoftë se nuk kap një rezultat fillimin, sepse nuk lejon. Përfshi edhe fitoren e kupës Oforin, një skuadër që do ishte ndryshe mos e kishte marrë atë. Do ishte ndryshe, lojtarët më të ngarku psikologjikisht, kupto, për detyrën që ka detyrimin për t'ju përgjigjë presidentit, shpenzime për tifozëve që kanë. Në këtë rast, ç'a ndryshoi tash? Ndryshoi ajo që tham, kupto?
Po nuk mund të parashikojmë ne që sot se çfarë do ndodhi. Unë i them që të dyja skuadrat janë të një niveli, edhe Vllaznia dhe kanë treguar dhe në kampionat që kanë qenë me pikë barabarta, por këtu të shohim ne se kush mund të bëjë diferencë nga këto dyja, se kush vërtet është më i mirë se tjetra, ose do ta ndajnë në një episod rezultatin e neshës. Jemi përpara kësaj gjoje. Mund të dalin neshë vetëm një episod e fiton një skuadër, mund të jenë të dy vezët që përplasen njëna do thyet, po edhe mund mos thyen, po të jenë ngurë kur përplasen ngurët, që mund dali barazim. Kështu që kjo është e gjitha për të pa. Nga ana psikologjike janë dëmtu të dyja. S'ka avantazh, nuk shoh, do të shohim avantazh dhe dizavantazh. Dizavantazhet nga herë rezultatet e dobta të kthehen në forcë. Apo jo, reagon skuadra. Shohim se si do reagojë Vllaznia, si do reagojë Elbasani. Ishte qasje më agresive e Gnatja sot, e Gnatja që u përballen fush për kupë, dhe Gnatja që 5 sot kundër Elbasanit. Me sa tregoj fusha po. Jo, krejt tjetër, një paraqitje krejt tjetër që e kishin imponim krejt tjetër se e humbën një objektiv. Po me ne ndoshta faktikisht edhe flanet që dolën me karton të kuq u prishën. Duhet ditën se balancat u prishën edhe pastaj rezultati shkoi 2-0 në kupë. Pastaj u barazuan me lojtarët barabart, po sot me sa tregoj fusha siç edhe shqiptar, Gnatja ishte dominante sot në këtë takim, që nga minuta e parë mendoj unë deri në 90. Elbasani e dy raste gjatë 90 minuta janë shumë pak. Pastaj rezultati flet vetë s'ka çfarë të thosh. Dhe sot dhe dje, miq dhe kolegë më thonë shkoi hakat e Izoti. Edhe pse është vetëm një javë. Nuk ka përfunduar asgjë. Kur them hakat, themi fitoret e dy skuadrave të ndryshme. E kuptoj. Po në këtë rast nuk po flas për Gnatjen, po flas për Dinamon që gjatë sezonit kemi pas oscilacione. Na vjen shumë keq për arsye sepse e ka treguar fusha që ne mund të ishim aty dhe të rivalizonim me gjithë ekipet siç e bëm edhe dje. Po që pikët e lëna janë ato që të vjen keq në fundit. Vim. Nuk kthehen dot. Dinamo Vllaznia? Po, do vim tu te Dinamo Vllaznia, natyrisht përpara se ta skanojmë edhe këtë ndeshje, shohim pak me Bujarin se çfarë prodhoi sfida Eugjin Gjajës sot Elbasani e Gnatja. Bujar mu duk Eugjini sikur po gjykonte një Chelsea Arsenal, i ftohtë, kishte marrë lente me qetësi, le themi, mu duk si një planet tjetër për nga ngarkesa e ndeshjes. Më përpara duhet përgëzoj për atë listën e arbitrave që kemi bërë emision kaluar, që pikërisht ishin ato që kishe parashikuar. Nuati e serioze. Kështu që ishte saksi listë. Unë i prononcim që po, ke drejtë. Nuk i takon, vetëm Starova më mbështeti skuadrën e arbitrave që janë përzgjedhur për Final Four. Dhe për këtë ndeshje ishte Gjaja, asistent Avdo Shazivari, në dhomën e teknologjisë VAR Bajrama Juzeiraj. Faktikisht ishin përzgjedhur ndër më të mirët për këtë ndeshje, kështu që vlerësimi ishte maksimal. Dhe duhet thënë, ajo që thatë ju që Gjaja ka një qetësi, ka një siguri në marrjen e vendimeve dhe është mjaft i saktë në vendimet që merr, me përjashtimet vogla, por që duhet thënë që ka një moment shumë të mirë në arbitrim. Shohim ky është momenti i parë. Do të fillojmë momentin e parë, në 15. Do të shohim këtë rast kur Gruda është po futet brenda zonës. Tu diskutimi nuk është për faullin, problemi është duhesh kartoni kuq apo kartoni verdh. Më duket pastër që e ka prenu vetën e vete për para se të futet brenda. I ka heq durët. Duket mu. Bujar? Jo, faulli është. Faulli po pra po them për penalti që nuk po diskutojmë brenda zonës apo jashtë zonës. Ajo faktikisht është jashtë zonës, atë e ka konfirmuar dhe VAR-i, po them për kartonin e kuq apo sepse konsiderohet edhe si lojtar që ai ngre durët për penalti, si ngre durët për karton. Në fushë kërkojnë ata, po kartoni kuq ishte tema kryesore. Ai mund kërkoj çfarë doj. Nuk besoj që i ngre durët për karton të kuq. Në këtë rast mërzitse, do vim. Okej, mendoj që mund të jetë brenda zonës, prandaj mund të ketë pretenduar për penalti. Duke parë, por faulli ka filluar jashtë zonës dhe kjo nuk ka diskutim, mendojnë që është jashtë zonës. Problemi është vetëm për kartoni verdh apo kartoni kuq. Vetëmi kriter që nuk plotësohet për dhënien kartonit kuq është sepse ky lojtar, Gruda, pra nuk është në zotrim të topit. Pra, ai lojtar nuk e ka topin në zotrim edhe nuk ka si të vazhdojë rasti pasë për shënim. Pra, që t'ishte për të shënuar golin. Në të njëjtën kohë është dhe një mbrojtës që
edhe ai po të vjesh në zotrim topit, ai mbrojtësi besoj që do t'i afrohesh dhe mund të dilte përpara. Prandaj vendimi për faull e zonës dhe për karton. Edhe shekuar beti një 2 minuta u shekua për vizën. Ka qenë sakt, po. Për vizën prishte konfirmimin. Konfirmimin. Ky është rast tjetër, shohim moment tjetër. Kemi minutë 48. Kemi përsëri një moment që është brenda apo jashtë zonë, edhe këtu është një faull ndërkohë që faulli i sakt, kartoni verdh i sakt dhe për radhë për Elbasanin. Edhe për Elbasanin dhe vend minuta 48 është pjesa 2 dhe në këtë rast për vendin arbitri e ka përcaktuar vetë sepse është në vjen perpendikulare me fundoren dhe është rast që duhet ta shikoj arbitri vetë. Pra vendimi ka qenë i drejtë, faulli ka filluar jashtë dhe rrëzimi është brenda, por që nuk kemi të bëjmë me penalti, faulli është zonë kartoni verdh shumë i saktë. Mungon kartoni verdh për Cagën këtu, për Cagën, për reagimin. Pra mbasi çohet për plas dorën tokë aty. Mungon kartoni verdh. Nuk Pas ofendon këtë duhet të vënd, ai e ka. Reagimin e ka me veten e vet. Nuk e ka me ndaj arbitrit, nuk e ka ndaj kundërshtarit. Kështu që ajo është diçka që është e lojtarit vetë është në limitet, por mos me marrë karton. Nuk është pyetje. Moment tjetër, Bujar, shohim moment tjetër këtu. Kemi minutën 73. Aha. Kur pretendohet për 11 metrësh, faktikisht Sage është rrëzuar, po që është ai vetë që ka goditur këmbën e mbërësit të Ignatit, shikojmë, lojtari i Ignatit është më përpara atij, nuk ka lidhje fare me sulmuesin e Elbasanit dhe vazhdimi i lojës ka qenë korrekt në këtë rast. Rast tjetër këtu? Ky është momenti. Kto ishin rastet për këtë ndeshje? Si mundim verdh ai Elbasanit, po. Ky momenti tjetër këtu Bujar që Ky është momenti i minutës penaltia edhe. Penaltisë dhënë për dhe, shikojmë që lojtari futet midis dy mbrojtësve të Elbasanit, duket që pengohet, ja këmba, shikojmë këmba e lojtarit të Elbasanit që e ka penguar dukshëm lojtarin e Ignatës dhe në rast 11 metrash i saktë. Po, penalti e pasër. I drejt nga arbitri. Penalti e pasër sepse shfutur duket gjuri dhe ndërhyrja. Mirë, këto ishin rastet për këtë sfidë me gjykimin e Xhajës, natyrisht është besuar trupës shqiptare të gjykimit. Flasim pak pra për një vllaznie Dinamo. Janë mërzitur në Shkodër se no? Pa tjetër që jena mërzit edhe opinioni publik, po dhe vetë lojtarët nuk e besojnë, ose ju duke pa besueshme. Po nështë ta thash edhe herë, duke mendu se Dinamoja nuk është se matematika e lejen për me pretendu për kampion, nështë ta ka pas ai farë në investimit, por edhe dalja me karton të kush të Bajramit, Nikoj Bajagi të pjesa lojës. Por asë që s'ka marrë me këtë humbje në vend parë, kështu që... Pash në përfundim të sfidës, bashkë ishim diku aty, koret e tifozëve shkodran turp për lojtarët e tyre. Natyrisht atyre u takon ta them se e kanë ndjekur skuadrën në çdo moment, por ishin too much të ngarkuara. Jo, a disi punë, se ka... Ashtë dhe balën që me dikë e kishte, po kam përshtypjen nga tifozët. Kur hup të bë futboll të bukur, edhe dorë të roket, edhe për humbjen. Pastaj na këtu aty turp për me ik janë bë shumë vetë që ndoshta duhet me ik, sepse një në arsyet që nuk ka funksionu mirë klubi, për shkak ka kanë edhe sekretari Blendi Dibra që iku gruda për kapriço të tija, por edhe disa problematika tjera që kena që s'do na munal të kjo pjesë, po të vazhdojmë të dy ndeshje tjera përpara. Mirë, do vim, kthehemi pak. Problematika nga më parë. Kthehemi pak. Bregu ishte thuajse skuadra e unë them e treta, po le ta quajmë e dyta. Një ndeshje e Dinamos, realisht vetë, edhe pse si shën fusha, po dhe jo pak lojtarë të tjerë, një mal me mungesa, që dhe besime që do ndalesh vllaznia, vini të lodhur, motivim pak kishit, vllaznia e uritur, e shplodhur, e tjera. Fusha në tregoj që ritmin e kishim ne. Jo, okej, në rregull, them. Normalisht vinim nga një ngarkesë e madhe si emocionale ashtu dhe fizike në ndeshja e kupës, por që mendoj që lojtarët që ishin në fush treguan maksimumin e tyre,
i tham vlerat e tyre në fush, ishim unë i di se i shikoj ditë për ditë Striviti. Mendoj se pjesën e parë ekipet ishin deri diku të ekuilibruara, pastaj pjesën e dytë besoj se ne ishim më mirë. Sarova, çfarë lexojnë ndeshja? Vllaznia, pra që humbi një mundësi, do ishte shumë më në avantazh se sot. Vllaznia kishte përballë një skuadër që ishte mirë nga ana psikologjike. Nuk është pak fitosh kupën e Republikës, është një trofe e rëndësishëm dhe kujtoj kohën tonë që duke lidhur me Partizan, Tiranë, Dinamo, që objektiv kemi pas me dal kampion, edhe kupa nuk merresh parasysh për para kampionatit, por gjithmonë kur ka ndodhur që kemi marrë kupën, sezoni quhet i shpëtuar. Jo thjesht vetëm për pjesëmarrjen në Kupën e Evropës, po si rezultat. Kështu që unë mendoj që ky ishte një avantazh psikologjik për Dinamon, e cila sigurisht që në krahasim me Vllaznisë ishte shumë më e lodhur, por këtu duhet përmend edhe ato 3 lojtarë të fillimit që ishin në rotacion, dhe me pjesën tjetër që bën një numër konsiderueshëm, pothuajse të gjithë lojtarët e gatshëm, treguan një gatishmëri, një profesionale, sepse dhanë gjithë maksimumin dhe kjo tregon që gjatë gjithë kohës kanë qenë motivuar për të rrit formën që kur vjen një ditë Kemi qenë grup. t'japësh maksimumin. Dhe një nga këto më mirë në fushë që rezultoi edhe prej episodeve, Berisha, bëni diferencën. Tash si filloi loja? Loja filloi shumë mirë për Vllaznin, në fakt. Kontrolloi zotrimin e topit, e zhvendosi lojën në fushë Dinamos, e cila ishte në pritje fillimisht. Nuk po gjente Dinamo linja pasimi për dalë, edhe për jo mungon të devi, apo jo, ajo do të pagush pak këto, kur atë automatizmat e një formacioni që ka lytë bashkë, dhe direkt masë bëjnë ndryshime. Edhe kjo ishte pjesa e Vllaznisë, që komandoi lojën, sigurisht nuk e kapën do të thellësinë Vllaznia, por dolën shumë kollaj në krah, edhe majtas edhe djathtas. Ajo që mungoi Vllaznisë ishte në mënyrë të vazhdueshme mungesa e krosimeve sakta, që do të ishte problematike për Dinamo. Vllaznia është çike fort në ajër, është problematike me balën, me gjinin, me kalojtar. Mirë po, nuk e shfrytëzoi këtë gjë. Dhe gradualisht Dinamo filloi të kompensonte zotrimin e topit. Nuk kishte më fillimi i Vllaznisë që po komandonte zotrimin e topit, por loja filloi barabartë dhe kthesa u bë ke inferioriteti numerik, krijimi i situatës për mjeshtrit Berishës me atë aftësinë e vetë që ka, që është shumë i shpejt, i cili të krijosh një superioritet numerik në këtë lloj ndeshje shumë, dhe ajo bashkë ishte edhe fillimi i suksesit që mori Dinamo në këtë ndeshje. Pse gjeti, çfarë hapësirash i dha Shkodra? Përveç pjesës vet. Po jo, të thash, Shkodra kishte e filloi shumë më mirë se sa Dinamo. Natyrisht. Dinamo ishte në pritje, nuk është se nuk donte të dilte, mendimi im. Po kishte vështirësi për dalë për merit Vllaznisë. Sepse Vllaznia thashë komandoi zotrimin e topit, lujti ke pjesa Dinamos, merrte pjesë me shumë lojtarë në sulm. Brenda 16 që prishin krosimet majtas djathtas. Sigurisht që mungoi thellësia, kombinacionet e vogla. Jo në një ditë të mirë, qoftë Kallaku, qoftë Mala, 2 lojtarët më cilësor të kësaj skuadre, nuk është pak kur nuk japin maksimumin e tyre. Por kur nuk e gjetën rjetën, sepse kronika është shumë e varfër. Nuk ka asë një gjujtje në port, asë në kuadrat, asë jashtë kuadratit. Një kohë është absurditet. Jeme gati normal gjithmonë nga 6-7 lojtarë aty në afërsi të 20 metrave, kap kraun, kap ansoren djathtas, kap majtas, fillon Krosi përfuton të keq Dinamo, nuk krijoi rrezik Vllaznia në përmjet. Dhe pse arriti të futesh deri atje, nuk janë pak, mund të kenë qenë shumë krose po tjetër, por nuk e di, nuk i ka këto të dhënat kjo drejtim të asaj. Pastaj kjo gjë, sigurisht tash këtu ke minutat, a ishin 20 minuta Vllaznisë shumë të mira, që filloi ta kompensonte Dinamo me sulmin graduale, me zgjidhje filloi ta kompensoi. Dhe diferenca u bë nga superioriteti numerik, po them unë. Superioriteti numerik. Po, dalja jashtë Bajramit ishte u prishën balancat dhe aty, Natyrisht askush nuk e prishte, janë mërzit më shumë në Elbasan në Shkodër.
Po, të dyja, tani mua më ngacmoi më thon pyete pak Bregu pse nuk festojmë alomët e goli i parë. Po pyete. Bregu ishte në tribunë, fakt. Unë isha në tribunë në fakt se ne po festonim aty lart, po kur zbritëm te dhoma zhveshjes dhe pyetëm kishte menduar për offside. Kjo që ka qenë e gjitha. Edhe në fakt u prit aty, e vërtet, u prit u çekua. Se u menduar për. Kjo ka qenë arsye vërtet. U çekua për disa minuta. E morën përgjigjen miq. E morën patjetër. Tani pastaj mërzia për të dyja për mua është e barabartë, për të dyja si për Vllaznin, si për Elbasani. Vllaznia e pësoi e para në radhë, pra ishin ata të para që u zhgënjyen dhe nuk e prisnin të merrnin këtë humbje, madje e pash në fakt për të thënë vërtetën se Senon e dëgjova që tha që janë disa që për të larguar e tjerë, po mu merr ditë pak keq me thënë vërtetën kur pash atë agresivitetin e tifozëve shkodran kundrejt lojtarëve në fushën e lojës. Pra duke ditur dhe rrethanat, por duke ditur që është një Vllazni që së bashku me Elbasanin i kanë dhënë tonin dhe kanë qenë tërkohës në krye të kampionatit, ti të kthesh aq agresivisht ndaj lojtarëve të tu për një ose dy humbje në fazën Final Four, mua mu duk pak më e tepruar se që meritonin ata çuna në fushën e lojës, për të vërtetën, dhe kjo më la një shije jo të mirë. Qose ka një publik më të zhgënjym në Shqipëni se publiku i Shkodrës. Jam dakord, po ky Vllaznia e ka marrë zhgënjimet më të mëdha. Jam dakord, po Vllaznia e këtij viti ka qenë. Unë jam dakord me ju që nuk bën me Mishal lojtar tuj, përkundazi duhet me dhënë gjithmonë kur ajo edhe mbështetje. Ore shaj kur janë duke rënë. Po si duke rënë? Kur janë duke rënë kategoria që po bëj shumë keq, po tani që janë Final Four. Po tash po e shohim se gjatë kampionatit si shohim, po në Final Four janë Final Four ata thollën. Final Four morën një humbje siç e morën me karton të kuq me Dinamon, mua më duk pak më, nuk e di, më duk pak më e rëndë si gjë. Nuk shohat lojtari, por mu kritiku me thon turpe, njëna tjetra janë pranueshme. Dhe turp më duke rëndë, dhe turp. Ishte korë, pra ishte në korë. Sepse ka një diçka, më fal Sarova, ka një diçka, më fal. Kjo që Preku Mantho ka një diçka. Shpesh tifozët Shkodran. Më fal, turp është apo ne që se mushin stadiumin si tifozë. Jo, një minutë. Shiko, një minutë. Tifozët Shkodran merren masivisht me studio televizive të Tiranës. Jo na kanë natmër, jo nuk na doni, jo nuk ti në renditje e nxjerrë dytën. Rri këtu tani, një sekond. Tani kur vi moment shkon në stadium, dëgjon që ata në korë e bëjnë të vdekur ka ato lojtarë të cilët i bëjnë turp. Kur në qa momenti kanë thonë turp? Në fund. Po në fund pra, pa i mungoj që për krajë lojtarët 12 publikut skuadrës. Jo, si ka mungu, po jo të shkele shpekon. Po nuk mund t'jedhësh poshtë vetëm për humbi Final Four. Una vergonja në gjoj ja për javë një talimën, me Juventus e me Milan e me këto. Po Juventus i pëtë nga Champions i përsor, kurse Vllaznia është po mes kampionatit. Edhe vjetë e mushën stadiumin o kur 12.000 vetë kanë ardhë 1.500 vetëm për jashtetit. Kur njerëzit vinë stadium, se jo për kompliment, po Vllaznia ka qenë kohën tonë, ka qenë ajo që nuk note masi stadium Shqipni. Kohën e Vajgurit. Kohën e Vajgurit edhe të elektricitetit. Nuk ka vend kjo lloj shake këtu. Ishte metaforike. Po kjo nuk do thotë gjë pse nuk ishe leti atëre, ose ke qenë i vogël. Vajgur kanë qenë. Po dhe paneleve diellore. Po. Je të folë në kohën, jam duke folë në kohën e asave të futbollit shqiptar. Okej, dakor, ta pranoj këtë. Gjitha korave. Vetëm Shkodër për plasësh durët për kundërshtarin, dhe keni gjuhë këtë gjodi apo se keni gjuhë? Kur nuk lunte mirë skuadra, unë vit në mbështes, dhe kur unë tim zhgënjen, unë kom marrë me u të frynë stadion, fundit. Dhe kur ti nuk përgjigjesh për një periudhë gjatë kohë, sigurisht që të morësh fishkëllima, se i kom një gjuhë fishkëllima dhe i shofë dhe në Itali dhe kudo. S'ka marru ka dhe dy Ore s'ka lidhë me ka me performancën, kom marrë stadion me u knaqë. S'kënaqë, me zhgënjeve. Për shumë mas miroj herë Ports, edhe kur bëni futbol të bukur ekipi, edhe pse humbet ekipi e dorë të rokit, e jep kurojo, po kur bëni ndeshje që strekan e si gjohë, se nuk lunë me shpirt, e normal që kemi kritiku. Me shpirt është popullorëshe. Kjo nuk është punë shpirti. Shpirtin ta garantë... Po maksimumin... No, po që ta dish të talojmë që se më tako me e thonë këtë. Ata punë e shpirtit, unë i vej kryqë, do më dhe nuk është kjo arsyeja. Arsyet janë tjera, janë tekniko-taktike, fizike, gjitha komponentët që ka një loj futbolli brënda. Teknik, taktik, përgatit fizike, psikologjike. Nuk është mos impenjimi, se aty nuk e meritojnë për mos impenjim. Mos impenjim nuk eksiston të aty. Të gjithë du me dhonë shpirtin fush me lonë zemrën, se nuk pash njëri që nuk donë që të sakrifikonte. Ato janë probleme teknike, taktike, përsëris, kupto, dhe në fund do të pranosh atë lojtar
që quhet i 12 për Elbasanin, shumë i rëndësishëm, edhe për Vllaznin që bëjnë diferencën me tjerët, për fat keq Partizani ka qenë që ka pas më tepër nga të gjithë, ka Aramja, Dinamo, edhe Dinamo i ka pas më tepër. Kështu që këto dy skuadra ti do dërosh edhe Turbin, sepse ajo të bën me setër që neshën tjetër ti ta lesh edhe kokën në fush. Dhe një lloj mënyre, kjo erdhi dhe nga Dinamo, apo jo? Sepse ishte disata herë që ne themi brenda 2 muajve që ju merr barazim në Shkodër, ju skualifikon në Shkodër dhe ju fiton ndeshjen e parë në Final Four. Në këtë prizëm e kam. S'po i futem bilanceve nga këtu e vit 44. Po që them në bilancin e këtyre 2 muajve. Po bilance, për sa më fut bilanceve ndajna të qartë, edhe jo vetëm më bëllë ju që një titull i Vllaznis ka vlerë sa për 5 e 6 si Dinamo, si Partizanit. Jo. Po, pa tjetër. Pse? Po ka vlerë, se në tëra sistemet kanë më të favorizuar. Thuaj këti, pse pas e një lloj është. Po mos i futemi dosierit. Mos i futemi dosierit, lutem se. Po filloj me kuën e Vajgurit se e ktheve. Në kuën e Vajgurit ka marrë lojtar të ka dashur më të mirë. Po le të mos bëjmë dosier. Mos bëjmë dosier. Një titull është një titull për çdo skuadër. Kur s'intereson ty s'bën dosier. Jo s'ka lidhje me interesin, po bëjmë dosier kohë. Çfarë probleme të tjera mund të kenë ndikuar te Vllaznia? Po mendoj i neshë është kjo. Vetëm neshje. Ka ndikuar si gjë. Neshja është, kena 2 neshjet përpara, në vend parë jena. Mendoj që jena para Dinamos, Dinamo e ku ka. Koha për të bërë autokritik aty është. E kena kohë, na ka prish punë shumë lojtarë si Kastrati edhe Bismarck. Por grupi është shohim. Në Shkodër sigur u ndezën pak sot me fitoren e Rogozhinës. Pavarësisht se harrojnë që do luajnë me Ignatian pikërisht javës tjetër. Po si ditë është... Jo, nuk i dihet asgjë, edhe mund ta fitojnë ndeshjen absolutisht. Për sa kohë kanë dorë vetë për dalë. Saktë, këmbët e tyre. Dinamo nuk e ka. Kemi të gabimet tjera. Shiko, ekipet nuk i bëjnë gjithmonë, edhe Ignatia nuk ka luajtur 36 javë kampionat si sot. Prandaj dolin vend tretë. Jo, dakor. Po pikërisht po. Sarua me të drejta, e keni të këmbët e tyre, siç e ka dhe Elbasani, siç e ka dhe Ignatia. Kështu që jena në rregull me maestrën Edi Martini, me Vjar Sinanin, me djemt, me lojtarët, me tifozat, jena në formë, kështu që mendoj që Vllaznia mundësia me ke? Me harove presidentin, tha Bujari. Në gjitha, është dhe presidenti i pari. Faleminderit Ed Martinit dhe Vjar Sinanit se për presidentin ka diferencat mëdha me presidentat tjerë të Superligës, se një gosht mur se ka vu, një fush se ka bë, po përkundazi ka largu me gjestet ulta edhe njësh që dojnë Vllaznin me shpirt e me zemër, edhe po i dalë emri, s'dojmë i dalë emri, kështu që... Po, unë më duhet ndërhyj që këtu, sepse kjo skuadër, kur filloi kampionatit, ishte e para që kemi thonë është për kampion. Po, edhe është për kampion, sa më vend parë. Po, pa them që nga fillimi, që do të thotë nga fillimi e deri tani, ato që lojtarët që janë aty, ai staf që është aty paguen nga Xhaferi. Kështu që respekt Xhaferit për ai sa ka bë, duhet bëjmë më shumë, gjithë duhet bëjmë më shumë. Grande, respekt Xhaferit për atë sa ka bë, po për atë sa bën Xhaferi edhe kush është Vllaznia, s'ka bë asgjë gjë, edhe s'është të bë asgjë gjë. Domethënë vetëm projekte 3D edhe premtime. Vllaznia kalkulohet që në terrene sportive, den paga, ja bllokuar merkato, den pagesa korrekte, jo me marr përsipër trajneri rrogat e lojtarëve e njëna tjetra. Xhaferi faleminderit për sa ka dhënë, po mendoj që duhet pa tjetër me marrë dikush një president serios. Ignatia ka ndërtu fusha, Partizani ka ndërtu fusha, Teuta po bën po ashtu, Elbasani po ashtu. Kurse na bëjmë dush në stadium, e shkojmë në golem të vorët me pas tërvitje. Po jeni prap në valle për titull. Jena në vend parë, por duhet Vllaznia, pse thëmë që mund ta kundërshtoj Alban Xhaferin, duhet Vllaznia me bë cikël. Ka bë Skënderbeu cikël, po bën Ignatia. Duhet Vllaznia, nuk është një titull një herë 25 vjet. Me Alban Xhaferin mund ta marrim në titull. Po mos sajna. Okej, mirë, mbetet për tu parë kjo tifozët shkodran në fakt e vuaj. Nëse bën një barometër ti je më shumë
Ke më shumë miq në Elbasan, për i vërtetës. Jo, ke më shumë miq në Elbasan, po edhe në Shkodër e vuajnë më shumë se sa duhet. Pjesën e titullit se kanë, po shkon viti 25 kjo. Dhe ndoshta këtë radhë Koston mund ta ja dha Dinamo. Po tani mua për ne, tani Koston ja dha Dinamo, se shumë tifos Kodran stadium i thoshin po ju pse luani na linin ndeshën. Tani dhe kjo nuk më pëlqen si logjik, se Dinamo do luaj për planet e veta. Fundja dua vëlla fitoj, se kam dhe personale me ato që bëri Martini ndaj Dajës, me gestin e tjerë. Pra, kjo nuk më ngjiti shumë, por prit, se do ta kthej pak tek fjalia jote. Pra, përmende që ka probleme me pagat, dhe këtu tani unë dua të kthehem prapë. Shko, a morë këtë gjesti Martinit, a thu se që ka bo? Ka bo Diego Simeone i gjest kundra Cristiano Ronaldo. Orën, dakor, duan përqej të gjëra futbol. Ed Martini është rebel në thojë zale i shkanë qdo gjo. Me bo Ed Martini... Se më garantoj lojnë e drejtë, unë i dua të gjëra futbol. Ed Martini të shkanë qdo gjo. Duat them tjetër gjë, duat them të kështë që the që ka problemet e pagat. Tani, duke ditur këtë gjë problemet e pagave, që dihet në Shkodër, dhe tifozët prap t'i kthejnë lojtarëve, mua prap tu më çdon e gjithë skema. Mos ki më rak se në qo se s'dolim kampion do t'i kthejna presidentit, se i na kthy tonë vënë. Të shqilëtarët e shkret i di se si po luajnë, si po sajohen. Janë 3 neshe që edhe po stilla paga duhet me lujtë, se 3 neshe janë. Pra ata po luajnë, tani ndoshta gjëra shkojnë si shkojnë. Janë 3 neshe që nuk hynë edhe pagat, edhe po su pagunen dhe me thonë... Po falë, po mos këtë dalë, po nëse Bajrami s'është dalë me të kuq, do ishte me një pasqyrë tjetër e ndeshjes, unë mendoj që po. Po si ditë mos i më shkojnë edhe 3-0 ndeshje edhe me të kuq. Pra, ishte edhe një ndeshje ku vendosin disa episode. Po si ditë se edhe sot apo me ndeshje ishte 4-0, po të kuq po kërgjo. Ndoshta nuk ishte testi real i Vllaznis. Testi real i Vllaznis është ajo javës tjetër. Aty ndahet shopping e shoqërit. Duhet ta pranosh të brenda një objektiviteti që Dinamo ju ka ardhur hakut këto 2 muaj. Po ngacmon shumë sot. Ta morrim në ju ka ardhur hakut, po ta morrim në titullin kampion. Ka i shprehje, po duhet pa ta shohim te 10 që janë qenë bashkë me skuadrën e Ignatiës. Është i shprehje që e përdorim ne kështu, e di që do turren miqtë e tu në Shkodër dhe shumica e fëmijëve, ju ka mujt dhe s'ju kalon me qajt. Dinamo ja. Këto 2 muaj. Dinamo s'na lën me çapo çon për veti, në fakt se s'ka shanse me dal kampion. Patjetër, po fitoi, ka marrë trofe. Kup është. Kup. Megjithatë, okej, ndjekim pak Edi Martinin pas ndeshjes. Pas ndeshjes i mërzit, kuptohet. Janë zbehur shanset. Po e tha mbrëm, ka tjetër mendim sot. Në një mënyrë apo tjetër është në gardë 3 skuadra me 31 pikë dhe Dinamo që është Lago de la Bilancia. Përcaktuesja, ndjekim Martinin. I mërzitur, kuptohet, po që faktë është që u rikthye mbeti 31 për shkak se Elbasani bëri atë që pam, që folëm, dhe që natyrisht e çon në të njëjtat kotat duke rikthyer Ignatia në banket, Ignatia që ka të përvojën e dur. Mund të themi Bregu që nisur dhe nga ndeshja e kthimit në kup ku Dinamo kualifikua shnove atë golin, mund të themi që u krijua një armiqësi midis këtyre 2 klubeve. Po unë të flasë për fushën gjertë, se nuk... Për fushën, nuk është unë mendoj, jo. Armiqësi, le të themi një klim jo e mirë. Kjo nisi edhe nga deklaratat e 2 trajnerëve, më pas gjesti i Edit me krah, më tej deklarata e presidentit që... Po këto janë mediatike më shumë. Loja ka qenë fair play. Ja, lojtarët të gjithë, si të Vllaznis, si Dinamos, ka qenë fair play në fushë. Këtë të asiguroj. Këto kanë qenë shumë mediatike, që lojtarëve s'u takon, sepse lojtarët duhet me pa fushën. Kaq mund thuhet për të pjesë. Kaq mund thuhet për të pjesë. Ed Martini është lajm, çfarë do më bëj, kështu që. Jo lajm janë të gjithë, lajm është marrë Ed Martini. Mirë, në rregull. Bileja kena ballë një murale shumë të bukur. Në Shkodër, se dia keni pa, do t'ju shkoj në foto. E kemi pa. Numri dhjeta. Megjithatë, okej, kjo shohim pak bujar momentet këtu, morali pse ka qenë për ai zotënia me fëmijën e vogël ishte trajneri, po. Shohim momentet Dinamo, arbitër në fushë ka qenë Lata, asistent Tartari Burgu dhe në dhomën sistemit VAR ka qenë Doda Rusta. Po. Nuk ka patur problematika as kjo ndeshje, duhet thënë që Lata ka patur një performancë shumë të mirë në fushë dhe pak raste kemi, 3 raste të diskutojmë. Në të shofim momentin e parë minutën 23, është ky momenti, faktikisht është pozicion nga shloje dhe është vazhduar loja përderisa përfundon aksionin dhe me njëherë dhe asistenti ka marrë direkt vendim fush, duke ngritur, duke sinjalizuar pra për pozicion nga shloje,
Pra aksioni i pavlefshëm për këtë rast. Pozicioni ishte i dukshëm pozicion e shlojnë. Do të shkojmë në minutën e 69, kur mund të them që është pika kryesore për Vllaznin, të shohim këtë ndërhyrje të Bajramit, është një ndërhyrje shumë e rrezikshme, vjen me shumë shpejtësi dhe intensitet. Shikojmë që nuk është interesuar fare për topin, dhe mund të them që këtu ka marrë kartonet 2 të verdh, por që mund të them që edhe direkt i Kuqi mund ta meritonte. Sepse ndërhyrje se shkon direkt, me çfarë shpejtësie vjen, dhe çfarë intensiteti ka dhe vjen direkt tek shiko. S'ka lidhje, nuk interesohet fare për topin mbrojtësi. Tak nuk ishte mu. Kështu që Ka vepru teknikisht gabim, është fut me këmbën e majt, është fut qëllimisht. Në një kohë kur ka mundësi që po të hidhet me djathën, E merr topin. mos bëj faull fare dhe mos e lejoj ato të kaloj. E kishte mundësin. Apo po të bënte vërpimin tjetër, ti është me djathën, jo me të majtën, me djathën. Saktë. Në drejtim topit, pa e prek kundërshtarin, sepse nuk i falit i lojtarit që është nga lojtarët kryesorë dhe ka qenë një lojtar vendimtar, shumë i mirë për Vllaznin, një pikë e fortë. Me Gjinin e kemi krahasuar gjithmonë. Pikë dobë, edhe vjet ishte në boll, Po ka të bëj me anën profesionale që akoma nuk shpjek si lojtar, sepse s'ka parasysh që të le skuadrën me çdo lojtar e di vetën e vet kur ndërhyn për të verdh apo kur për të kuqe. Se bie pasaj që si e profesionist, mos kuptosh. Di që ka dhe një të verdh aty është Ajo mos ke verdhë është të parezikshme, është këtë flamuri gati për karton kuq. Ajo dëmton shëndetin e lojtarëve. Ajo person me thonë vërtet, Ajo ndërhyrje me rregullore për mua është kartoni kuq. Që është shpejtësia ka që intensiteti ka ndërhyrje. Shikoj që shpejtësia ka, urdhro. Shive. Si intereson në ajër atë, fare, komplet. Ti eksperti fushës, po unë... Urdhro, mund të kemi dhe lojtarë për top fare. A i më duket se ku a i shkon për top atë. Mund të është faull që mund të ndëmtoj shëndetin e lojtarëve. Bujar, mund të ishte edhe direkt e kuqe? Atë po diskutoj. Pa patur të verdhën e... Atë po diskutoj. Pa patur të verdhën e parë. Edhe impakti në stadium ajo është, edhe impakti në stadium direkt e kuqe Absolutisht, po. Por me që ai ka pas një të verdhë, është mjaftuar. Në sfida të tilla, për shembull, kush ishte? Për të dhënë dytën e të verdhë. Por një episod se sa ishte lojë, 0-0. Po, 0-0. Një episod, gabon një lojtar, mund ta fitosh për një lojtar, mund ta humbësh. Dinamo e fitoi për këtë lojtar, Vllaznia humbi për këtë lojtar këtu. Absolutisht, dhe edhe Dinamo që u prishën balancat nga në minutën. Ka rast tjetër tu? Po, kemi momentin e golit të dytë të Dinamos. Është momenti që është pozicion shumë i vështirë për pozicionin e shlojë, por që me si duket edhe nga mos festimi i lojtarit të Dinamos, është momenti pra kur shënon. Dhe në këtë rast duket pozicioni që është shumë i vështirë, asistenti ka bërë detyrën duke mos sinjalizuar, kanë vazhduar aksioni, ka përfunduar dhe ka pritur VAR për të konvaliduar. Shera pa që shof kur shkon sekondat e fundit portieri për të godit me kokë dhe të psoj gol. Se kanë dalë shumë portierë, duke lënë portën bosh. Ky ishte rasti i fundit. Këto ishin rastet, natyrisht për të folur dhe për të mësuar diçka më shumë, na mbetet 2 takimet e javës ardhshme, por ndalemi në një fenomen tjetër, duke qenë se kemi dhe brekun, ne shoqërojmë pak edhe me pamjet e fitores Kupës Shqipërisë. Natyrisht, a mund të themi Sarova që ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që, kompeticionet sezoni do mbaroj, Kupa shkoi te Dinamo, presim fitimin e titullit kampion. A mund të themi që për shumë rëndësi për ne është që kush do bëj rrugë të gjatë. Dhe Dinamo mund të jetë një nga modelet që mund të japi garanci për një rrugë të gjatë në Europë, se në fund të ditës është puna është dhe se kush nga skuadrat shqiptare do ecë i gjatë në Europë. Kjo është një tjetër objektiv që duket sikur ekipet e kanë harruar për momentin. Me sa dimën e Dinamo, nga fillimi deri në fund, që me ardhin e presidentit Bardhi, si kanë mungu financimet, ka bot diferencën duke dhënë rroga edhe parë dita rrogës. Kështu që ambicit e këtit njeriu që është fati madh që kemi në futbollin shqiptar, se është një biznesmen i suksesshëm. Ky është pronari i
kafes pas Kuqi, ku janë disa shkallë poshtë bizneset e tjera, pra i ka bizneset e shnoshta, futbolin e do shumë, edhe do të vazhdoj investimi, edhe parashikohet si mas edhe bisedave edhe këto që kemi edhe nga afër, si e njohim Shqipëria është e vogël. Ambicet janë mëdha për ta bërë skuadrën rentabël, për ta bërë skuadrën me qëllimin final me u fut në grupe. Këtu Bardi është i humbur nga investimi. Këtu vetëm kush del kampion arrin që të balancohet edhe të bëjë diçka. E ardhmja që futbolli jonë të rrisi investimet, të shohim më spektakël, duke rritë cilësia e lojtarëve, është pjesëmarrja e skuadrave tona në për grupet e Konferencë Ligës edhe Europa Ligës. Gjë e cila do një buxhet më të madh se sa jemi këtu ne. Çdo rezultat që bëjmë Kupën e Europës, ka vite i bëjmë për meritën tonë. Ne mundim skuadra që kanë buxhete më të mëdha se ne. Në pjesën më të madhe të rasteve këto 10, 15, 20 vitet e fundit. Që të shkosh atje duhet një buxhet më i madh. Sigur me 3, 4, 5 milion euro në sezon të jetë buxheti i klubeve tona, me shpresë Zotit që të rriten këto, sepse po përballemi gjithmonë jemi në kërcënimin e largimit të presidentëve, se i kanë paratë e shtëpisë tyre ato. Kështu që kur biznesi tyre lulëzon, e kanë dhe më kollaj. Ne themi gjuhë popullore 100 floku e ka ardhja për këto që kanë bizneset sukseshme. Nuk them dhe për tjerët, po prap në fund vitit me numëru gazetat të lodhe dora, jo të numërosh. Por qasja është e Kupat e Europës. Ka dhe një diçka nuk është fort e qartë. Ma më thoj që paktën që nuk është e mbyllur akoma, se si mund të nisi Dinamo si kundër 10 pati shansin, kurse kë vit është çështja e konferencës. Mund të nisi direkt si fitues e kupës nga turi i dytë. Një prej opsioneve është që Freiburgu të fitojë Conference Ligën me Aston Villën. Të paktën po lexoja, një nga opsione nëse Freiburgu fiton UEFA Conference League, pra fiton trofeun, Dinamo japet rruga për të shkuar direkt në turin e dytë. Dhe është një tjetër histori sepse Dinamo e tentoi dhe vjet dhe shkoi deri në play-off. Po, e vërtet. Pra, janë ca llogaritu në futboll që duket si ndërlikuara, por me sa duket të nuk e dia për të vërtetë në gjë sa po the ti, por vështirë do e ke Dinamo që do bëj tifo për Freiburgun, se as Jo, nuk është që do bëj tifo, se ajo do shofi le të themi në rregull. Të paktën janë disa opsione, nuk po të them, unë di që i hapet rruga nëse fiton Freiburgu. Mirë do jetë. Vjet Dinamo në fakt, okay, ne e duam sepse mendojmë që i dha dhe pak fat, por duhet thënë që vjet Dinamo e meritoi me merit të plot gjithë rrugtimin deri në play-offin e Conference Ligës, pasi eliminoi skuadrë si Inter e Skaltis mos gaboj që e prisnim gjithë, u përball me gjigant Kroacia e du Split, pastaj u përball me Agellonia dhe ishte i Dinamo që na bindi mjaftueshëm. Kështu që nëse do të vazhdojë nga aty ku e la vjet në Kupat e Evropës, pasi mendojmë që edhe me ato që tregoi është ndër skuadrat pretendente për të bërë mirë në Europë, nga kaçja që ne do të çojmë në Europë, nëse do të vazhdoj me atë ritëm do të jetë diçka shumë e mirë, por mbetet për tu parë pasi duhet të shohim se çfarë do të ndodhi mbas fundit kampionatit, Pra e kemi një në tavolinë me ne, e ka çekun e bardh dhe duhet vendosja i vet nëse do të vazhdoj me Dinamo nëse jo, dhe është pikë shumë e rëndësishme Dinamo. Ka vendosur ai aty janë shumë lojtarë tjerë pastaj që mbetet për tu parë, ndoshta edhe Ilir Daja, e ardhmja e tij që mbetet për të zbuluar çfarë do të bëjë, do të vazhdojë me Dinamo vitët ose mund të ketë dhe opsione tjera për të ardhmen e tij. Pra, mbetet për të parë se çfarë do bëj, pasi i mësuar shpesh Gert që skuadrat shqiptare mbas mbyllin një sezon, qoftë i suksesshëm, qoftë jo, fillojnë shpërbohen kur nis sezoni i ri, kur nis Europa. Kështu që e rëndësishme është të mbajnë grupin kaq të mirë sa që kanë për momentin, si Dinamo, si dhe skuadrat e tjera, për të vijuar më pas në Europë për tentuar për të bërë diçka më shumë. Diçka përmeni dy emra këtu. Hajduk Split dhe Agellonia. 15 milion plus Jagellonia 20 milion plus. Që Dinamo Hajdukun e mundi. E eliminoi. Buxhet. Që Dinamo eliminoi Hajdukun. Po kjo është edhe rasti që një skuadër me buxhet 2 milion euro mundi 1 me 20. Nuk e shef vit për vit këtë. S'ke shans ta shofësh vit për vit. Dakor, po kjo e financa e pastaj është. Pra, të mbazesh me 2 milion, me 15, me 20 dhe me 30, edhe pastaj ju ato gazetarët harrojnë edhe të vërsulën u eliminuan, nga kush u eliminuan? Po çfarë do bëjnë po të eliminohet kjo Hajduku me 20+? Çfarë duhet i bëjnë Hajdukut?
që eliminoj skuadrën me 2 milion euro. Bregu, për mënyrën si shkoj sezoni, Sarova tha me të drejtë, nuk quhet sezoni djegur, me trofe përsëri, edhe pse në një financim prej Dinamo mund të ketë shkuar diku mbi 2,2 milion euro sezoni në total i këtij viti. Okej, Kupa e Shqipërisë në Starova e tha me drejtë, në raport me Kupën e Shqipërisë është investim i çuar dëm në thonjza, por me mundësinë për të rikuperuar dhe mbi të gjitha për të shkuar sa më larg në. Janë rrugën e investimet ama, me objektiv Conference League, Europa League. Do gradualisht do me të kesh i projekt, apo jo? Kjo është ideja do më për të shkuar gjatë. Pra një skuadër është momenti që skuadrat shqiptare përveç se të zihen dhe të kenë adrenalinën se kush do kapi trofeun, jo i kuqesisht e penaltisht, puna është për të menduar disimi gjatë dhe ta tentojnë grupet. Kemi mbetur vetëm në këtë histori. Dinamo ka shkuar. Shkoi Partizani para 3 vitesh, mos gaboj me Astanën deri në play-off. Po. I vetëm që ka bërë historinë është Skënderbeu. Skënderbeu, pikërisht Skënderbeu i Korçës. Po siç e theti, gjitha ekipet ky synimi që të shkojnë sa më larg në Europë, pasi to përkthehen në financa. Besoj vjet lojtarët, stafi, më thënë, sa do pak ja ka kthyer presidentit investimin që ka prej vitesh i bën, plas që para se të isha unë pjesë e Dinamos. Ka që nga vitet më suksesshme të thësh për atë punë, po duke ditur që synimi si Dinamo, si çdo ekipi shqiptar është që shkojë sa më larg në Europë, që përkthehet në financa dhe pikëthehet në sukses. Duhet thënë që është e pak punë fati, ndjese të ndërhyra, por se Dinamo përmendën me emra Hajduk, Split e Jagiellonia, ndërkohë Drita shkojnë Conference League, shkojnë deri në play-off më pas se u përball dy herë me një ekip Luksemburgas që ishte Kota Biskota, e kupton? Pra është çështë e fatit se ata aty po mos kishin pas Jagiellonia në play-off, kishin pas një skuadër më të lehtë, mund të kishin bërë më mirë. Frenohu pak se Luksemburgu s'është më Kota Biskota. Ka ndryshuar futbolli, ka ndryshuar edhe skema dhe investimet, po në tërësi, sido që tjetë faktë që është mbetet një objektiv primar, kam përshtypjen te Dinamo kjo. E themi edhe në ADN-n e vetë ardhit presidentit që do tashmë dhe në këtë prizëm nuk mund të largoj, jo nuk mund të largoj, po s'ka për të larguar asnjë prej lojtarëve, ndoshta disa përforcime të forta. Patjetër ai synimi, po duke ditur që janë këto dy ndeshje sa ngel, pastaj lojtarët marrin pushimet e veta që kanë merituara nga një sezon i lodhshëm, edhe pastaj vetëm synimi i përgatitja është që të shkosh sa më larg në Europë. Dinamo do 9 pikë në Final Four dhe le të shpallet si fituesja morale e këtij kampionati. Nëse nuk del fituesja faktike. Sa dëgjova unë edhe lojtarët mbas ndeshjes kupës, thanë që do ta tentojmë në fund. Pastaj llogarit nuk i bëj unë, se mund dalin në një barazim këto me njëra tjetrën edhe dalim në kampion në fund, po. Është e vështirë, apo që do ta tentojmë, se si dihet. Për ta tentuar. Në një mënyrë apo tjetër. Çfarë thot laboratori i transferimeve, Marko? Po presim se është akoma faza Final Four, të ekipet e mëdha që duan godasin nuk i zyrtarizojnë akoma sepse janë tek ndeshjet finale, kështu që presim për të zbuluar. Sigurisht që lëvizje do të ketë shumë. Partizani është një ndër emrat e mëdhenj që duhet gjejse s'bën trajnerin, sidomos pastaj për të menduar për forcinet. Ka nisur dhe largimet, Iskandari e ka kryer, e ka mbyllur, janë dhe shumë lojtarë tjerë që janë fund kontrate. Mercato presidentësh nuk ka, se po më shikon se no. Mercato presidentësh jo njerë se i mban pesull ligji sponsorizimit, akoma mendoj unë. Pra presin shumë që të aprovohet ky ligj sponsorizimit, pastaj aty të shohin nëse dalin plus minus është llogaria e tyre. Çfarë ndodh në Shkodër nëse vjen titulli, se no? Patjetër është. Më shoh një kurreshtje. Çanoll, është një festë që një emocion që më shumë se asnjë gjë du me pa brej ziri, sepse ka shumë vite që po bën, ndoshta fëmijët ka 30 vjeç se kanë kuptuar ose se kanë idenë që do të thonë me dal kampion, ajo ka me pas ndikime të tjera pozitive sepse po dole kampion mund të kapim edhe grupet e konferencë nëpër Europë, mund të përkthehen në financa, plus që është diçka që patjetër rrit edhe interesin edhe bizneset të tjera në Shkodër, plus që mund të bëhet në fushë tërvitore më mirë. Po dhe tifozat kthehen më shumë stadium, sepse është ajo që kanë humbur besimin për 25 vjet rresht. Mirë, ne e mbyllim këtu, natyrisht ishte hapi i parë i Final Fourit. Kemi një vllaznia e Gnatja që përplasin brirët me njëri tjetrin, shumë e bukur për ta parë se çfarë do të ndodhi, se kush do të gabojë më pak apo më shumë, do të zgjidhet me episode, do ta humbasin apo do ta fitojnë trajnerët.
ka shumë pyetje, po kemi dhe një Dinamo Elbasani, e rëndësishme, interesante kjo. Dinamo në kishte Shkodra raundin e parë, nuk e shfrytëzoi, madje shpërdoroi një rast mirë, tashmë e ka Elbasani. Janë aty të gjitha për të parë, sepse luhet Final Fouri për të shkuar tek raundi i fundit, por do të flas shumë ndeshja Vllaznia Ignatia dhe do të përcaktoj shumë se realisht çfarë do të ndodhë me titullin. Ndev Bregu, faleminderit. Faleminderit. Çek kënaqësi. Çeku i bardhë erdhi, mund të shkosh ta firmosësh, tashmë ti e dije, po ishe i rezervuar. Atë bardhi pret vetëm të shkruash shifrën dhe vetëm kaq. Sarova, faleminderit. Mantho Prokopi, koleg gazetar, ndiqeni në dashboardin e tij, sepse është mbi të gjitha shumë sensitiv për tifozerin. Unë e ndjek pas here, ndonjëherë dhe i qesh, jo në kuptimin fyes të fjalës, po për atë pasionin e shmëndur, kryesisht dhe për pjesën sensitive e karçit tifozerisë. Seno Fishta, uroj që të rikuperoni dhe uroj që të keni më shumë dashuri për klubin dhe për strukturat e klubit. Tesh, thojra, ti si thërë Shkodër, jo mua për qef tonë me dalë kampion, po veç për i natë Çarçanit. Kështu thonë vërtet? Au, sa bukur do ishte le ta thonë këto vetëm dilni kampion. Kam dhe shprehje tjetër që uroj të mos po dali këtë vit. Shpresoj që jo. Bujar Pregja, faleminderit. Kaq për sot, ne do takohemi të dielën e ardhshme. Fundjava përket me sfidat, kupën e mori Dinamo. Dinamo nis tashmë rrugtimin për në Europë në pritje për të mësuar se çfarë do të ndodhi, por do bëjë dhe 2 ndeshjet e saj. Dhe realisht do t'i luaj 2 ndeshjet e saj, sepse do 9 pikë. Kështu e ka vendosur, por fusha do të flasë se sa do të marri. 3 i kapi. Natën e mirë.